Jemi njerëz të kulturës në podcast më mishemi. Jemi lart, ama ne ç'a këtu piet ver chardonnay në këto 3 euro dhe çaj. Edhe Denisi me çajin e tij karakteristik. Po vetëm duhet ta mbyllim atë se na e kap. Ta mbyllim ishemi ta mbyllim. Se filluam. Po filluam Denis. Një kënaqësi e veçantë të kemi këtu mes nesh. Më e bëre direkt tënden kështu. Po dalë tani në emisionin tim. Tani vlla unë. Çemi sa më vete këtë. Vlla jam Jezu Krishti moderimi tani. Ta nis me blasfemi direkte. Kam derin dhe kënaqësinë të ftoj një komedianin më konsistent shqiptar, se ja thashë në makinë, kemi Denisin sot mes nesh, miqtë e mi, një dualokitje mor ju publiki i lodhur, marr asnjëri legët vlla. Konsistenca se ngre asnjëriu më sot duket. Dhe nisëm me një artist që godita mu në zemër të Denisit, mor bes, mor po pra me njëri pa kulturë. Chet Berja po Chuck Berja. Chuck Berja do të Chet Baker. Çfarë neandertal. Un kam këtë, a mund ta prek këtë? Po prekje sa më erotik. Po. Mund ta prek këtë. Ta bëjmë ASMR këtë podcast. Do jetë kështu. Si e ka pak kështu pa lidhje fare që e fansi madh i muzikës jazz. Edhe më sakti Chet Bakerit të madh. Është në këtë radio. Ti çmendur Rami. Më fol më shumë për veten. Mu Chet Baker e kam dëgjuar shpejt, shumë shpejt. E dëgjoj shpejt vërtet? Jo. E ke qef muzikën jazz? E kam. E dëgjoj. Po shpejtin e kam qef me vërtet. Është goxha muzikë pak si komplekse për ta pëlqyer, e keni vënë ti bes se ti s'dëgjon jazz, jam bindur. Çema, besi duket si jazzist. Shikoj, jam përpjekur goxha herë të dëgjoj jazz. Po nuk e kam dëgjuar dot. Si e kisha Thot njëri një shprehje që jazzi është kështu sikur kur shikon sa tipa që bëjnë një orë prova. Po e vërtet. Sa muzika ashtu është kaotike, është. Domethënë kam një panik me këtë mikrofonin, jam afër. Je shumë i saktë. Sa i më tha duhet të jesh konsistent. Shiko ka shumë mirë. Shiko, je shumë mirë, Denis je shumë mirë. Shiko ka një gjë kryesore që duhet ta ndajmë, po për jazzin. Se ka disa lloje jazzi. E pra. Si të flasi. Atë ritmikun edhe mua ma kap veshje. E arrita. Se ka cool jazz, ka fusion, ka jazz progressive, ka shumë gjëra, po Cheti është një nga ata që Cheti ka pasur një. Si pëlqen këtë. Cheti. Po Chet Baker ka. Ky dhe historinë ka shumë bukur të jetës, se këtë një moment e kanë rrahur, i thyen dhëmbët. I thyen. Edhe nuk i binte dot më se ka qenë trompist. Dhe pastaj punonte në karburant, ku po. Po, binte heroin më nga trompa në karburant. Chet Baker, Chet Kastrat. Kërë batut mbaj. Si mori bën reklam oligarkut më ti. Po aty do performojnë për 20 ditë. Çe. Po vërtet. Kështu që kujdes, ja, se kemi firmuar ende kontratën. Miqtan, mirë se erdhën në podcast, është podcasti disa të unë shoh ku të jetë tani se më kanë marrë gjithë planet, është podcasti disa që rikthehemi tashmë, në sot është e ftohtë, është një ditë e acartë. Tani po pim pak raki. Ditë e acartë. Po lexoj poezi dhe jazz në fund. Sot kemi shumë gjëra për të fol. Kemi dhe Xhenin këtu që ka ardhur pa përgatitur komplet, që e pushuar direkt e Xheni. Përshëndetje Xheni, si janë kaluar. Kemi dhe miq tan këtu mes nesh. Sponsorat. Kemi Natalin tani, ta tjerë s'ka. Edhe Klein dhe Elion, përshëndetje miq si jeni, edhe erdhëm në këtë podcast si gjithmonë tani që të flasim për gjëra të bukura dhe gjëra të mira. Dhe do e nis direkt me një pyetje standarde. Të mjanë shkjo, o sa më pëlqen të mjanë. Të pëlqen të mjanë? Vdes. Po ti gjysh edhe pak edhe ta nisim të nata mamë. Unë shkoj djelave në kishë që qoj gruan edhe kam qje vetëm për këtë shkoj. Edhe për ato ikonostasi. Më bëm, është i mirë ikonostasi. Ikonostasi çfarë është një? Ato pikturat. Ikonostasi, po. Ti Denis identifikohesh si ortodoks. Unë identifikohem si i pafe. I pafe është bashortja besimtare. Ke kolegun tënd dhe ne në po pëlqen të mjani plago, ma ngrej keq. Imagjino kisha atje dru. Sa blasfem plak. Të vini fetar këtu? Jo, mos tallesh ti. Fakt gjithë piktura me Kristin. Jo, më Enea është, Enea me Xhenin. Enea ma tha. Nuk po si arritet ta identifikojë Enea në çdo pikturë të vetën. E pas se dallohet. Nuk dallohet fare. Dhe patë një debat shumë konstruktiv me të pëlqen arti Denis, e njëri artit. Më le të shliriloj pak në këtë. Më pëlqen. Si patëm një bisedë, jo debat. Jo debat, jo, unë po dëgjoja me shumë qejf. Patët një replik. Ore ju
pse debat kujtoni se është me delfika. Nuk kaloj në debat. I duke përdorur fjalë të gabuara apo? Moderatori më i mirë në planet. Ky do jetë podcasti më i kulturuar. Po, ta nisim çik inferiorët ishte i kaluar. Mund të shajmë këtu. Sha sa duash, vetëm do ma lësosh shumë punën, po nuk shave shumë. Po ti mos i bën me pip, pse i bën me pip? O vlla, shiko tani se na ndjekin më parë. Ka filluar i bën me pip të sharat atë. Unë te kjo gjëja e fundit që isha këtë shkruajtur shumë pipo çuna. Po shiko, ajo komedia, shiko se jam fare dakord. Unë kur jam te ju për shkakun, që kam marrë shumë shpesh, më bën shumë sens ajo e shara që bëni ju, se ju nuk e përdorni asnjëherë që të bëni të qeshur ta shkakton në qëllim për të qeshur apo. Ore këta inferiorët që vinë aty tani e kuptojnë ta gjë apo jo? Edhe ne këtu nuk e bëjmë të sharën që shajmë vetëm për të treguar që janë e shajmë apo që të marrim një ha me sharë. Ja, shikon qeshëm apo. Pse no? O Denis, më le të bëj një pyetje komplet jo standarde vëlla, se normalisht këtu nuk je te emisioni mëngjesit edhe tam shpitina apo shajt të tjerë tash po kjo. Po kë shava morti. Gjithë se këtu nuk e këtu si ato plera të tjera që blendi sale. Jo, blendi kemi të zamë. Edhe unë si ndihesh për të situatën e humorit, se ti je një person për shembull që të njohin njerëzit, nuk je si këta panjorit e tjerë, domethënë te Comedy Thursday. Jo, po ç'është e vërtetë je goxha më i njohur, se edhe nga Ngopi dhe nga gjithë venturat e tjera që ke bën në jetë. Si ndihesh për të situatën tani, se mua më duket shumë e zjarrt. Ndihem shumë mirë, plak s'ka qenë asnjëherë kaq mirë. Është zjarr vëlla. Por gjithë që kanë provuar kanë dështuar. Tani mos po jeni realist. Është tentuar disa herë, ka patur disa breza, kështu që kanë. Po pse kur ka nisur kjo tamam? Ku ti thua brezit parë se unë jam çik jashtë domethënë, jam çik. Thjesht e di që kanë tentuar, unë s'kisha parë kur stand-up shqiptar në 2019 kam parë kosovar. Po kë pet parë në Kosovar. Ka qenë një shumë ai radio personality. Çfarë ka ai? Shuki? Mentori. Të dëgjuar e kanë po. Bëri stand-up ai te tuneli lart. Po jo më shiko stand-up janë bërë pas here, po unë s'kisha parë, me sa duket ti kishe bërë, si e caçuna, kështu, s'kisha parë para nesh e hu, sa më përpara. Po kanë bërë më dhatat portokallis atëherë, pati një organizim. Themi stand-up që të qeshim, jo stand-up. Jo më jo stand-up, po. Se shumë po ku. Po tash kur diun se kanë parë sa Skënder Sallaku. Si stand-up Skënder Sallaku. S'ka qenë keq. Jo, s'ka qenë keq, po ka qenë lezetshëm Skënder. Vetëm ditë para një ka qenë dhe mund. Mirë. Po si, pse bënte stand-up tek vetëm para publikut. E pa ata dilin me personazhe, nuk dilin si vetja dhe Po. Po edhe këta të portokallis prandaj nuk besoja dolën, ose ndoshta jo, ata e kanë filluar një para shumë vitesh 2000 sa, nuk po se ishte shumë të dashur për publikun. Po jo, e filluan stand-up tamam, më ka qenë Gen Bejku jam duket me disa të tjerë. Gen smart, po. Unë kam takuar. Aty domethënë ka dështuar, se dështuar është fjalë çik e rëndë, po që s'ju ka ecur edhe për gjëra të tjera që ose s'janë bërë dot aq veta bashkë, ose edhe ne na eci nga shumë bën bashkë. Shumë lekë se po bënin shumë lekë, kurse ne nga si po bënin ata me portokallin lekë besoj. Bravo Enea, je në mendjen time. Nuk kishte hyrë se ka qenë një brez tjetër që nuk kishte update me donte kështu ata vë. Tashmë publik sa ajo e vjetër është, po mua pëlqen prapë. Ajo funksionon gjithmonë. Jo, po vërtet ka të drejtën Enea, publiku që un kam parë, domethënë është edukuar në një farë forme që plak unë te ju domethënë shiko, unë ju kam miq valla, ju takoj edhe jashtë dhe unë qesh me Besin edhe kur jemi në jetën reale, po aty qesh vërtet valla, nuk është se qesh vërtet valla. Në reale nuk qesh vërtet. Po jo, më ideja është se shiko, kur është gjithë janë gjëra që i ke stërdëgjuar, janë gjëra, po është edhe mënyra e ekzekutimit të batutës, e ekzekutimit të humorit. Mua si do përdor dy fjalë shumë sikletshme bashkë. Sinqerisht, personalisht më duket shumë e vështirë stand-up-i. Kanë folur me çunat e tjerë që kanë ardhur këtu. Nuk e imagjinoj dot domethënë të dal në një sken, të them në një batutë që mua më duket mega lart valla, edhe të jetë grop fare mas Natalia mos qeshi, domethënë më duket çuna çka kanë thënë që është e vështirë. Po, shumë vështirë. Se do isha kjo. Ja, më nuk është. Shumë e vështirë plak, domethënë. Është sikletë e madh, mua më duket sikur do vjes gjithkohës. Dikur, shumë në skenë. Jo, seriozisht, para se të ngjitesh aja 5 minuta ishte kështu. Po pse ftohem gjithmonë para se të dalë në skenë? Emocione më adrenalinë. Do ndodhi edhe sot ky podcasti është. Sot viva unë. E vërtetë se dalin këta minatorët apo po vdesim apo na vrasin. Hajde, dil bëj humor aty. Provoj një. U bëti. Ore, duhet ta themi që në datë 21 kemi duhet ta themi, është për të thënë. Do ta plagim në fund. Tani më le ta na morë edhe punën tani. Kemi kohë. Sa zgjat në këtë gjë. Sa të shkojë? Jo, më mirë, prandaj po them.
Në datë 21 mor miqtë e mi, ja kështu bëhet prezantimin. Po në fund angelet ajo. Po jo, se në fund s'e ndjek njëri se ikin. Ku jeni? Ku flas? Momentalisht e kemi humbur gjysmën. Kush e ka Jo, humbur? vazhdo. Këtu tani në momentin kryesor, në datë 21 miqtë e mi, do ndodhi një gjë që ju e imagjinoni se kanë ndodhur shumë herë, po kësaj radhe është speciale. Po. Ashtë. Comedy Thursday 2 vjet. Po. Komedi 2 vjet humore, 2 vjet horliqe, Panajoti, Mario, Denisi. Leo, Denisi dhe Denisi Basërncis. Më pëlqeu tematika e Power Rangers si keni bërë. Edhe po të ishte një Power Rangers Denisi, dikush do ishte plak, do ishte Tommy Bardi vëlla. Unë. Po. E ke pat Power Rangers besoj. Si mbajmë. Si mbajmë Tommy i Bardi, ai që ishte më i veçantë? Se Besi do ishte. Okej, mbajmë, sigurisht do isha Tommy. Besi do ishte Rozi, duket vëlla që është. Rozi. Rozi Kostani. Ajo aktor. Rozi që ishte goc. Ajo që ka luajtur te Unti dhe Cassandra. Kështu që miq tan merrni, do ju lëm një link Po. i tu që të merrni biletat tuaja, po merrni, nxitoni shpejt se po ikin Po link faqen e komedi. Po ikin si jetët e njerëzve këtë ditë. Po, sa. Ore. Po një 2 miza nuk i morë dot. Është pak e sikletshme mikrofonin. Po tash aq kemi rakin po kombinojmë kështu. Shiko, ne e lëm vet kushtet kaq të këqija që të kërkojmë lek, se kërkojmë lek këtu. Jo, fakt unë e kam sugjeruar këtë që po thu ti, po nuk duan çunat se hikën kjo ideja podcastit me këto mikrofone. Ja, nuk shkon me mizë burse. Mo. Si shumë televizion. Edhe çik sikleto bur me mizë me gjëra tani. Se është shef kur i ri dhe e mban. Nuk ke kontakt me gjën, më kupton e prek e sjell para fytyrës e është ndryshe. Atë mizën çfarë? Do edhe mos meni kështu që ka marrë këtë. Ku sa e but kjo. Iku plak 20000 views ky podcast la. Le, shpërtheu. Po mizën vërtet. Imagjinoj që jemi zhveshur ende. Jo, do marrim sponsorin e parë në sot. Jo, e shoh rëndë. A keni sponsor? Jo, s'kemi sponsor. Ne kemi vetëm njerëz, vetëm popullin mor, miqtan mor që na mbështesin, është janë shmendë javë. Por kemi njerëz. Na çon njerëz shumë 20 nga 50. Po, dha çmenduri fare. Po dëgjova Leon që tha për herë të parë më njohën nga kjo gjë, ja. Kushte u surprizova. Jo, po, shiko, se në momentin që po flasim, unë ja kam thënë një parashikim para sa viteve, ju s'më pordhët fare mua, se mua s'm pierd njeri ku bëj parashikime. E vërtetë se i bën gabim. Si gabim, unë kam thënë do mbushin stadiumet për 2 vjet ju. Do ta mbushim me vërtet. Vërtet valla, ka shumë vitin tjetër është pallati i Kongresit. Ore ti Ore dëgjoj mua, shiko, është gjë që njerëzit e duan. Si qeshe. Është shumë i vjetër, i ka vdekur ambicia lere. Po, nuk ka ambicie fare, nuk ka vdekur dëshirat. I ka vdekur. Shiko, është një gjë që njerëzit e duan valla, dhe kur bota është kaq e stresuar, sa Shqipëria është më e stresuar se kur plak. Do të thënë, duhet të Panajoti të stresojë. Është momenti i dur, që një ditë të fundjavës të vish aty dhe dëgjosh atë të shajtën, dëgjosh atë perspektivën e Denisit për ku diun për jetën, për masturbimin, perspektivën tënde për ku diun për gjërat që ke ti perspektivë, më kupton? Nëse ke një. Jo kam inat me bezë dëgjoni gjëra të bukura. Skillset e mia si shofer, valla, nuk më del inati. Jo, është e vërtetë. Ka shumë dhun sot. Isha pjesë e maktit. Ore, me që jepi si be. Jo, me që një gotë valla se. Një gotë çfarë? Një gotë pije. Bes. Një gotë pije. Jo, me që po flasim për kështu për gjëra të gëzuara. Osa po urrejt. Po do e ndrojmë. Po jo, se po bësh shaka. Herës tjetër do kemi miza kur të vishim. Vërtet është. Ç'më ndoni për vrasjet që kanë ndodhur këto? Plagët shpend fare situata plak. Shiko, është shpend fare. Kështu ka qenë gjithmonë ose nuk është? Jo, shiko, se ditë e fundit është shumë ka qenë gjithmonë. Jo, pse shiko, un kam përshtypjen se edhe mënyra si e trajton media gjithë të gjën, sigur e fryn akoma më shumë këtë mllëfi ndaj njëri tjetrit valla. Un e shoh vetë që jam tip shumë i qet. Edhe pse jam makineri vrasëse në formën time më të egër, s'kam. Po prandaj e qet, Po, se dhe me atë burrë që para ishte shumë i qet, po vlla. Po, e pse kështu sepse ke aftësi. Po kam, po jam me kë burra. Me atë burrin që ishte në trafik, më. Vetëm se je trup madh apo ke aftësi kështu? Jo, ke qenë kështu marrë. Po nuk e di. Jo, si jam aq. Kam bërë kickbox ka 3 vjet e gjys, 4 vjet. Po nuk është aty sekreti. Sekreti është që valla gjithë ditën jemi të stresuar, vim na punët, vim na hallet. Vjen Xheni me vonesë, pa përgatitur. Vjen Besi të shan, faleminderit natë. Kaq gotë vogël. Vini do. Smur fjamon. Po Natali, tallesh i qiu. Shikoni më miqtë mi çfarë bashort e kam. Po kur flasi këtë unë dëgjoj. Jo, aty e keq fare. Të lutem. Jo shumë. Larg. Po tani. Po. Po tani. Tani mund të flasim për vrasje. Kjo do zgjati deri sekondën e fundit. Dhe ideja është
kaq të stresuar sa jemi kohët e fundit vëlla. Po shpërthen dhe na kjo media, dhe na kjo situata që u vra ky, shikoni pse arsye për një tas proshut për një gjë, domethënë. Po plak të vritesh në punë, po jo. Nëse ta sjellë proshutën me tas. Do të dasi biçato. Mos formistemi, mos funksionon domethënë. Mos funksionon na kam. Ore ç'a ka ndodhur me vërtet? Jam vrarë një 3 veta brenda ditës, u vran një 3 cop kështu. Domethënë Denis ka ndodhur shumë vrasje në ngjatësi e sipër. Sa unë shikoj shumë lajme. Ne i shohim se na duhen për podcast. Jo, mua më shumë më bëri përshtypje se për mua për mua, domethënë gjithmonë kanë qenë këto, gjithmonë ndodhin kështu vrasje gjëra, është rastisi fatkeqësisht. Kjo që u ndodhen 3-4 brenda ditës edhe normal që bien çik në sy. Po më doli një çfarë po bëndi. Më doli një mushkref. Më doli një po më doli një tip që kishte bërë një video edhe kishte kështu çfarë po bën jo. Kishte në ekran. Çfarë po bën jo. Kishte kështu me nerva. Po, çfarë po bën për këto vrasjet. Edhe kjo ishte video e këtij që çfarë po bën jo. Daj më fal ta bëjmë. Çfarë po bën? Jo bën çik më mendje. Ai mund të ishte vëllai jot. Po vllai kishte vrarë njëri. Jo. Jo, kishte vrarë. Jo, pse prishëm edhe ishte real sa i mor. Kishte vrarë. Ishte më mirë ta qiste do thoya atë gjë kështu pa. Ishte një kishte vrarë babajna, se kishte kështu vrasje brenda familjes. Po plak tjetër kishte vrarë turistin se hipi kali të burtallësh, po le njerëzit hipin kali të bur merri lekët në punë, por mos i merr jetën në punë. Po la tani po le, po qetçoni tani se na çat trapin. Po jo mos se ka kështu, se shikoj, janë shumë njerëz të përfshirë dhe ka dhe plak të hapur apo. O vlla, po mos u kështu olla tani, po ç'është ky muhabet? Ulet çik. Vazhdo. Mos u, po çfarë qetçoni tani me njëri tjetrin, ç'është ky muhabet tani në çmend fare aty olla, çik. Ore çik mirë kuptim me njëri tjetrin olla tani. Apo jo më ne, çik hapini çik rrugolla, ktheheni një faqe olla, ktheheni një si aroni olla çetë, jo më kam seriozisht, më ka ikë mendja fare olla. Shikon, po bëjmë ti një gjë që bën ai, çfarë po bën jo? Po jo më se. Po jo më nuk po them të nuk. Po bëni për emisionin apo me vërtetë natosur? Jo, unë jam i natosur. Unë jam i natosur. Po jam keq fare. Vërtet andi se po nga që s'po po pa ha. Të lutem, bëu setup që ta dëgjosh. Duhet futur dënimin me vdekje? Jo, s'duhet futur dënimin. Apo duhet forcuar arsimi kot. Ta them unë çfarë duhet. Se pjesa arsimit është hall në vete, keni menduar këtë? Po patjetër që është. Për mua kjo është ata, duhet forcuar arsimi. Jo duhet forcuar. Ta forcojmë arsimin. Jo, ai ka rrar gjithmonë, s'ka bërë. Jo, mo rrahur. Jo, mo të ndryshoj sistemi arsimit komplet. Po si duhet të ndryshojnë gjithë botën, duket. Fëmijët për shembull që të vegjël të merren të luajnë, të bëjnë, jo. Po duhen aktivitete. Jo të rriten kështu të sertë edhe të. Ta s'kan asgjë më vëlla. Po s'është forcim ai, është. Bëjmë budallënjo burr. Kështu sot dil me 10, valla, çfarë ai është fëmijë, po pse të dalë me 10 ai? Ai duhet të luajë, duhet të eksplorojë, duhet të bëjë art, duhet të merret me një muzikë, me një jiu-jitsu, me një karate, me një kam ty jiu-jitsu. Po valla, ore, se sporti të jep një disiplinë vet kontrolli, ose edhe arti. Arti çdo gjë. Edhe arti, dhe çdo gjë tjetër, edhe komedia valla të jep një disiplinë vet kontrolli valla, një gjë që duhet ta ekzekutosh mirë, duhet të performosh. Tani këta ne jemi në një fazë të jetës që këtu merremi akoma me mua s'ndel njeri se ai që i rob më të bukurit. Domethënë çu te kjo shprehje plak. Ja ashtu rob më të bukurit, domethënë si ka ngel kjo më plak na. E kanë me njerëz 3 milion vjet shtet. Pse të bukurit janë kaq të urryer? E bukurit. Po se jemi shumë racë e bukur për. Ja më shikoni mua. E vërtet, si mund të merresh me Elio tani që është super mashkull i bukur tani edhe ta. E vrasun Elio. Ke natë ti të shkoni bi Elio. Amo Elio. E mashkull. S'më shikoj se ka një kryq shumë të madh. E mbulon të gjithën. Unë mendoj që zgjidhja bes, se unë jap shumë zgjidhje në këtë podcast Denis, jam për fenomen social. Po, ande e besoj. Pas daljes tek të në gjimnazë që kur ndodhi një sherr, unë propozova se si një person shumë intelektual dhe shumë i lexuar që të zgjidhet tek me një grush sade si në kohët e vjetra. Për këtë zgjidhje vrasje nuk kam asnjë zgjidhje. Në fakt po do thoya që të forcojmë arsimin. Me frika kështu. Jo, me biçaqe, me gjëra. Jo, duhet forcim arsimimi dhe e kam thirrjen time arto miku im. Studiova dje. Ç'a bëra unë dje? Mendoni që dhe arti krijon një kështu vet kontroll. O Denis, studiova dje unë vëlla. S'kam të gjata këngëtar të rrahin grad fort. Shpeshherë. Sepse ata nuk e duan artin. Ata vetëm vetëm Chris Brown e kombinojnë me drog. Bobby Brown ka rrahur gruan kush? Chet Baker se ka rrahur gruan shumë. Fero ja. Çfarë kujton ai? Se ka rrahur Fero? Sa na kujtoi. Po Fero
ka Fero është ai që ka një tatuazh Fero në qafë. Ai lexoni gjithë i Fero. Nuk e di, po besoj se mund ta ketë këtë. Plak, imagjino të kapësh fëmijën tënd vëlla, ke bër je me gruan tënde, ke tentuar 10 herë të bësh fëmijë. 10 herë plak. E ke bërë kështu in vitro. Po. 11-in e bëre in vitro vëlla, edhe ktheheshin mbas ditët të ftohtë si sot. Futesh edhe me atij dhe shikon të dëgjoj Feron o plak. Tash duke u qirë me Feron. Je, aq keq. Plak, unë nuk do them do e vrisja. Është më mirë se sa ta dëgjosh. Kam përshtypjen. Shko, të gjithë kemi dëgjuar nga këto muzika dhe presh shpifra një moment. Te disi radhës jemi dhe ne. Unë bëra një studim dje, Denis, jam njeri studimeve vëlla. Po andi. U futa ChatGPT-s, era shumë shkurt. E përdor fort fare. Dhe pash që vendet që kishin shumë art të zhvilluar, nuk kishin shumë kriminalitet kështu gjanë nxehtëse. Normalisht krim të organizuar do kesh tani në çdo vend, më kupton? Po që ka një korelacion të drejtë ose të drejtë më ndihmoni pak këtu. Po ka një korelacion e nea ndërmjet një populli që ka më shumë kulturë ka më shumë art në kulturën e vet, sesa një popull që ka zero kulturë në jetën e vet dhe ka mega krim. Se tregon që më rehat me ekonominë, me të gjitha, jo se artin vetvete të bën ty mos vrasësh, se Caravaggio, një nga piktorët më të mëdhenj të gjitha kohërave, ka vrarë brutalisht me shpatë person. Shpatë, okay. Ja raport çdo gjë që tham. Repotia ide këtu. Çarim ne këtu apo se ku. Jemi atë gjë që po jep avionin. Me shpatë plak. Po ne ka marrë mikrofon të ri. Por ke menduar të vrasësh njëri ti Denis? Gjithmonë. Më kam seriozisht. Po më plak. Jo të vrasë. E mendoj që mund ta bësh. Nuk e dia a kam menduar kështu të vrasje, po kam parë ndonjë kam thënë sa të vdesi ky përse na çau karit. E kam menduar. Është njëri që dhiet aty në blok kur shkoi te puna, aty kur shkonte një nga ato baret. Po plak te Vodafone tani, Vodafone ka habitacion. Aty përballë, ke bëjë është i kapic me mut. Edhe është njëri pra, aty është nga Korça më. Është i pas 3 vjetra aty. Çfarë është dhjerë serial aty? Edhe betojmë që e pashi ditë isha do doja të vdiste. Nuk e më shqetëson vetëm se ec, kështu që mos është qeno. Do më jo ky. Është burr. Jo ky po. Ora ka vetëm shurrë muta, nuk ka lënë dot. O plak është ai, aty fle, aty 10, aty bën. Çfarë qeno se burr. O qeno burri. Njeriu qen, është ai libri. Domethënë më ka bërë përshtypje një fenomen që shikojnë për trotuare ca llokma të mëdha kështu. I bën ky. Gjysma ai gjysma të undor. Po jo, po vona kanë kuptuar që janë edhe këta që kanë ta qenë më dhënë që janë sa me sa qenë nga kaq. Jo, bla se shumica i mbledhin nga mparë. Disa jo shumica. Disa jo shumica, po. Supozohet i mbledhësh. Këta që i bëjnë ku e mbledh ata kaq, duhet me ka shumë qenë që nuk i mbledhin. Jo qenë vetë si mbledhin dot. Okej, ne ai kuptoj pse nuk je këtu. Se vërtet Denis ke menduar që ta vrisë me shpat një moment të njeriu. Jo, si shpresova ku diun të mbytej në gjuma, nuk e di. Të vdiste vetë burr. Po ti bes ke menduar një herë të vrasësh një person? Po. Shkoj sa ai më thot po, e di. Po, ai mund të mbytej dikë me duar. Çfarë do të çoj në këtë tren mendimi, sa pa fleshën. Po, scorin. Asi duhet të tregoj gjithë dramat e jetës time që të Po jo, më pse do vrisë një person? Na thuaj dy më pse. Jo, çfarë po Denisi që ka, plak unë me Denisi që ka për me nga. Çfarë? Jo më ka menduar vërtet. Domethënë kjo më ka trembur fakti që e ka menduar. Po ku do të vrisë? Po tash nëse mund ta themi. Po mirë, ai është sa vjeç ti plak? 36. S'ka vajtur 40. Pse besoj? I kam kaluar sa gjëra mirë. Sa do thash? Ja. Se 39 sa kalon 37. Ato ja sa kaloj 37. Plaku se ka menduar asnjëherë, unë se imagjinoj dot vrasë. As të vdes, jo, as unë, po të vdesi dikush që asa do ta të vdiste ai. Ore nuk po e bëj kështu, bëj si një mirë. Jo, më ka menduar vërtet dhe më ka trembur shumë fakti që e ka menduar. E di që s'kam padur për ta bërë. Çe përmendi. Kë? Mua më duket vërtet që do them, Enea, Zumoçi këtu. Mua më duket ndonjëherë që dënimi më i madh është jetosh me miku im. Po jo më thënë vërtet, ore është më e vështirë jeta ose sa. Ore s'më ke bërë besë. Po jo më plak, pse është më e vështirë të jetosh? Po, se sa të vdesësh valla. Të diçë u zgjidho. Më e vështirë jetosh se të vdesësh. Ore tallesh ti. Un kam qenë 50 kam 2 orë në trafik çfarë?
do kisha vdek gjysmë ore para se të nisesh edhe çdo gjë është okay. Tani që është e vështirë të jetosh është apo po jo të vrasin ty, më të vrasësh ti t'ja marrësh ti. Është shaka e luaj, është even në shit life. Po vazhdosh ti jetë. Do jetosh edhe me kështu me bar të madhe. Po pra, nuk jetohet. Ti jetë. Si, ti je me bar. Jo, të vrasësh. Tash ti je me bar më jetosh. Besi tani se u zonë në podcast valla tani. Marrun tani këtë gotën plastike. Ja për gjëra kështu. Ja ngulën sy deri në vdekje. Me gotë plastike. Mos më sill mua me proshut me tas. Se të rregulloj. Po jo, mos e bën asgjë. Ora nuk e di fare ç'është kjo me proshut. Jo, le. Më mirë talentu sheton se dia. O Gjen, po ti po. Ujë shej. Po, mikrofone. Gjeni do ujë. O Gjen, po ti ke menduar ndonjëherë që mund ta ekzekutojë një rob në Jo, që ta in cold blood vetë, s'ta kam menduar ndonjëherë, po kështu vdeksh me vete. E ke thënë, por në një që vret kafshë e ke thënë, jam i bindur. E ke thënë shumë. Jo. Po ti more Neaz, ti je njëri, nuk je njëri i dhunës, je njëri art. Kur s'është i dhunës? Ai më keq i njohur. Artistët e mbajnë dhunën në mendje. E kam menduar për shumë vite rresht. Ai ka për plane. Për shumë njerëz. Edhe shumë njerëz. Për gjithë ata që shikon te piktura. Po mendimi është, nuk është po më me lek. Po më Për mendimin po flasim. Dim që asnjëri nga ne nuk e bën po. Kam një dialektik për ju tani miqtë mi, se në podcast jemi dialektik. E keni parasysh filmin Minority Report me Tom Cruise dhe Colin Farrell të Steven Spielberg që mendon dikush të vrasi, e vjen ka policia. Tani, në momentin që ti e mendon, jo mendon ata, nuk e mend në sa. Po e mendonin ata se ai parashikonin të ardhmen. Ai kishte 3 profet që parashikonin që ky mund të bënte një vrasje, se ishte që ky do ta bënte. Po jo do ta bënte, se ata shikonin të ardhmen, se ardhmen nuk shikonin. Ardhmen shikonin. Po nuk shikonin. Nëse se pozimi për filmin tash dilte. Po pra. Ta mendosh të vrasësh dikë. Ta mendosh. Po. Për pak sekonda. Jo. A quhet që do ta vrasësh apo është thjesht një mendim? Pse qesh më ti? Po quhet ose s'quhet? Si quhet më? Quhet krim? Jo, krim jo. Quhet që do ta vrasësh, po quhet të vdesë ai mendoj do ta vrasësh. Në momentin që e ke vizualizuar një në mendje. Pastaj janë dhe rrethanat që ty ta bëjnë të mundur, se çdo njeri, edhe ai që s'e ka menduar, se jo çdo njeri që vret e ka menduar që do vrasi më përpara, se çdo krim me paramendim. Po. Në fakt janë dhe rrethanat që ta bëjnë të mundur. Kur po me paramendim pa paramendim. Pa paramendim dënosh më pak. Po se ka një gjë të madhe që unë se di. Po pra po, krimi. Jam jurist më. Krimi ai nea duket që ka lexuar kodin. Po se drejtën romake ka menduar të vras 200 veta. Edhe popull më. Ne mos shko atje ne. Është miku im, është ore shumë herët ky podcast apo. Në fakt, shiko, kjo është më e çuditshme, domethënë që je siç jemi tash normal, ndodh një gjë kështu kohë nga ai që po do. Po pra sepse ka diçka gjë. Është IQ e ulët të plak kaq. Ne kemi pirë, jemi bërë mut. Maksimumi jemi tallur me Lazarele. Po shiko se ka një diferencë gjatësi edhe në gjakt ftohtësi. Po më pas. Sepse kur e ke paramenduar, jo, është ai që Denisi ka të bëjë IQ-ja shumë. Denisi del këtej, ikën ande, pi kafe këtu, kalon te Vodafone, shef atë që 10 aty dhe ti I fut thikën atë moment që ky kalon aty, e ke menduar mirë atë, je për dënim të përjetshëm. Po është si te krimi dhe ndëshkim. Tani, nëse në momentin që ne të dy tani zihemi se kë mikrofon do përdorim vëlla tani edhe unë nxes situata ti më kaput një grush mua te molle Adamit dhe unë mbytem me vetëm te molle Adamit. Se e kam fiksim në të gjitha frutat e tjera. Ta shfryj pak situatën. Do kaleni një se më doli një çmenduri fare para sa ditësh në. Ora keni herpes të gjithë ju këtu një. Ua. Un kam herpes dhe hemoroide. Kush më welcome te hemoroide. Kush më mund. Welcome. Po jo dëgjoj, më doli u skandalizova para sa ditësh plak që pash hapa çik medin YouTube-in se atë shoh shumë dhe pash do flasim pakës për politikë dhe do ikim direkte. Pash plak. Po ky Ahmet Ajmolla si është bërë Edward Snowden në Shqipëri? E keni vënë është bërë Julian Assange. Ka kuaj? Është bërë whistleblower më dha. Ka shitur kështu për sekretë shtetërore. Po këta tallin tabi me këtë hedhin një syve këta me kriminale në Arati olla, po tallin ta tani. Po le tani çfarë është ai olla, ai është kriminal. Po se bën kështu më sikur di sekretet e këtyre s'ka. Kanë si hero tash sikur ky është. Po nuk ka thënë asgjë, çka ka thënë? E pa ja thotë që janë të korruptuar këta. Po jo, mos unë kam ndjek, do të thënë ai thotë. Ora se diti çka ka thënë atij ai, që për sa ata po i thon rri këtu.
Përsa po intereson. Që e mbajnë aty thotë. Ore ose po prishaj shumë lekë sa ata vëlla rri këtu s'ka gjë. Si. O po e paguan në një farë forme, po e paguan se është e pamundur. Kam një pyetje për Denisin. Sa mërzit. Ato ruhet në çik për politikën, për çfarë politikën? Sigurisht që po plagëm. Ashtu? Po. Po ma dita gjëja që do bëj, që të thash, politika është shumë kështu. Tema kryesore, po ende po do bëj një projekt. Do ta shpallim. Jo, s'po e shpallim, po që është për politikën deri në pikën që stresohesh apo thjesht jo më fare, unë nuk stresohem për asgjë. Përveç atij tipi që 10 aty sapo vrave një. Jo te pjesa që stresohem, po sigurisht po që më intereson. Po të intereson. Ta dëgjoj ç'a bëhet, se këtu jemi në këtë hale. Në fakt mua shpëtim më duket që në pikën që zona interesoj për politikën aty do jemi të çliruar. Po ka një problem, se politika është shumë e lidhur me jetën tonë. Nuk ke si ta shkëputur. Jemi kafsh politike. Ka shumë niveli, po çka ka ne? Ka shumë niveli këtu podcast, ndjej që jemi lart. Jo më pse valla jemi lëmë me unizme jazz me kode filozofike me tani politika. Te do flasim pak për magjistaret e Fierit, lasem doli ditë. Kam plag. Ore kam dëgjuar edhe unë këtë. Ore seriozisht më doli, shiko çfarë. Po më është vërtet që me Fierin. Dëgjoni mos, miqtë mi dëgjoni. Po lexoj një lajm në një portal. X portal çfarën se ka portali. Dhe pash se unë jam mbreti i teknologjisë, ju e dini. Pash që një magjistrist në Fieri kishte punsuar në një me shumë mundësi në një tip që të krijoj boce që bëjnë komente në Facebook që vajtat e kjo magjistriste në Fieri dhe më zgjidhi këtë hallin. Po normal. Edhe pyetja ime është edhe për njerëzit që na ndjekin sot, që kanë ardhur këtu posa miliona njerëz që po na ndjekin tani. Ore të vërtetë janë këto vënë vërtet njerëzit në magjistrica në Fieri. Edhe pse në Fieri? Çka ka Fieri kaq mistik? E po dhe unë të Fieri. Ne ndihmon pak si një herë seksi denj që je ti dhe mikesha ime aty. Ç'a lidhje ka Fieri? Çka ka kaq mistike Fieri? Se di si. Si herë seks mund të them asgjë për Fieri. Po magjistrica shkon në njerëz shumë. Ka vite më çojnë nga këto. Po në Fieri ideja është që ka shumë në Fieri, jo se ka lidhje Fieri si qytet apo. Po pse s'kan kavaj kështu magjistrica? Ka më kudo ka. Ka kudo, jo sa ka. Ka. Të beton si më kallesh ti. Ka. Po që shikojnë filxhanet? Saranc ka thotë kjo. Kur kam shkuar dikur te një magjistare, një herë që kam shkuar. Po që herë sot. Një herë ke shkuar? Po ka qenë një diku aty mbrapa Kafe Romës në blok. Po? Se ke iden sa ishte radha. Ishte radha deri te tuneli aty. Duhet bëj një 2 minuta në këmbë që të shkoj te shtëpia. Radh sigur për të marrë pensionin? Radh. Me njerëz që shkonin në banka ose për të pa filxhan ose për të bë magji ose për lexu tarot ose për lexu letra pixhozi që do të di këtë. Po ç'a do më ndodhi? Po prita do ta marrësh vesh. Po jo, se ne kemi një gjë, Denis, unë çka kam kuptuar, kjo ç'a përdoret më sa më është. Vlau, do godisa Denisin keq fare, është shumë mashkull i bukur, erotik. Ne kemi një problem, që ne jemi më shumë te magjia e zezë për të bërë keq, nuk kemi te magjia e bardhë për të bërë, domethënë për të parë të ardhmen, nuk është se vemi shikojmë tarot. Jo, në këto shkojnë të ardhmen e tyre, kurse magjinë e zezë e bëjnë personalisht. Po plak, ajo magjistrica Fier, këto që vendosin kanë në filani ta bëni për vete për jetë. Po, që e lyejnë kështu me se çka tha që duhet ta bësh me gjakun e ciklit edhe t'ia fusësh në çantë. Me gjakun e ciklit. Me gjakun e ciklit, what the fuck? Bën sa gjëra kështu të çuditshme. Po s'është me lëkur gjarpi dhe me fije floku? Jo, po ka shumë, ka edhe me cop qefini që ja fut edhe smoj. Po, Zinz, më fal, do shohësh pak mos kam bllokuar rrugën unë aty se po dëgjojmë copa livolja. Copën e një vdekuri ose copa që është brenda. I merr lëkurin e vdekurit. Jo cop mish. I me nishanin. Një nishani i vdekuri edhe çaj kështu trëndafili tegë. Po si ka mundsi se ti afër Fierit? Si ka mundsi që do? Ne është lushnjar. Identifikohet. A është afër lushja me Fierin? Po, shumë afër. Gjithu janë. Gjithu. Po ne nuk është fare lushnjar. Ka nuk e di pse ka shumë Fier. Po çka ka misticizmi? Ka zjarrin e Nimfeut në diamën që kemi. Ja, po është një vjetër në fakt, në vërtet. Jo, i vjetër është Apolonia po. Në Apoloni ka qenë zjarri i Nimfeut që ka qenë vend pelegrinazhi në antikitet për këtë pjesën pagane. Mos i bie Boris. Që ka qenë vend shumë mistik. Kaq. Po, thjesht ka rastisë që janë bër ndoshta kalon edhe rruga që është
shumë rrugë e rrahur edhe janë shtuar shumë atje, se është edhe fush edhe. Se dalin në rrugë aty që thonë hajde se ke tabela. Këndojmë kanatiere dhe këndojmë brek. Vllai, më shumë, unë s'do vej asnjëherë në Maqedoni, nuk dua ta shoh as të ardhmen time as të bëj. Po se di, më duket shumë herë. Jam kurioz të shkoj një. Po jo, mos e. Pse ose duhet të Gallac. Po nuk për Gallat po, ndoshta po. Ma për Gallac. Po unë në fakt shkoj se po të shkoj do bëhem çik si arrogant, kështu që çfarë do të thosh, ne edhe s'dua ta bëj atë. Nëse shkoj do ta besoj atë gjën që mos i shkoj kështu që ose të shkoj ta gënjej që do të them shikoj se kam vllajin çik si pa qef, po unë në të vërtetë s'kam vlla. Edhe s'dua ta bëj këtë gjë. Pse s'ke vllati më? E mua ashtu më këtë gjë që pa qef. Po ne apo ta ku bazojnë në magjit zez si është situata me këtë? Pa jo. Jo. Nuk e di fiks, po këta më thën ka ca që thjesht mësojnë kështu trike. Më pattern janë të gjitha kështu. Ka disa që funksionojnë si mediume, që ai supozohet që komunikon me një shpirt ose një entitet. Edhe nëpërmjet atij ai bën ato parashikimet. Pa ma shumica për dashurinë janë shumë romantike. Për dashurinë, ose është shumica për tradhtira, edhe për dashurira. Duan të e kam blloku. Shkoj hiç makinë. Vazhdoni mbani lart mos më mërzisin Denisin erdha. Do më thënë do përpiqemi po. Po sa që mos më mërzisin Denisin. U dashurova. Lutem Xhonglo. Bëj diçka. Ndrojmë temë se kam bërë shënim tema Denis. Mendova që ishte kështu më free fall. Jo, ore. Kemë skenar. Është gjithë që ka gjithë planifikuar. Po zot, një fars. Ore, një fars. Për shembull, e dini ju që në Bashkinë e Tiranës unë dje e pash që është kandidat një nga Partia Komuniste. Kemi Parti Komuniste? Kemi ba? Po. Edhe seriozisht? Është kandidat njëri nga Partia Komuniste. Po ka pas gjithmonë se se do marrim vesh në një. Ka qenë Islimi Milloshi atëherë. Po. Po, nuk është gjëre në fakt. Po, tash është normale që të ekzistojë akoma kjo gjë. Për mua është fare normale, plako. Gjithë Partia Komuniste, gjithë ato që i bën, këto shkojnë ata, ti ishte ai gjallë. Po më çohen vetë. Ka vrarë shumë njerëz ai. Komunizmi s'para shpall ilegal nëpër gjithë Europën. Domethënë i vetmi vend që tani po mundohet ta shpallë ilegal është Polonia në Europë. Komunizmin. Po, nuk para shpall nazifashizmi, po komunizmi ka qenë gjithmonë në Parlamentin Evropian ti Parti Komuniste. Në Parlamentin po më nga shumicat e veneve. Më po se duket kështu si lëvizje rinore që janë thjesht idealist, po nuk janë të rrezikshëm, janë shumë të rrezikshëm. Patsha na bërja ishte shumë i rrezikshëm. Mjaft. Po se e quajnë që jo tash ne do ta bëjmë si duhet, ai e bëri gabim, ne do ta bëjmë mirë tash. Ata që e provuan, dini ta bënin, ne di më mirë, do kësaj radhe të funksionojë. Me thënë drejtën, më thënë këtu është absurditeti se komunizmi është stërprovuar edhe nuk shpallet ilegal dhe gjithmonë dështon. Kurse fashizmi që shumë është shpall ilegal, është provu që funksionon. Është provu 10 vjet. Edhe pse si jep këtyre një shans të dytë, që shpërgi modelin e tepruanin si mbajnë këtu më. Po edhe këta e teprojnë më shumë. Po këta e kanë. Ore ku jeni ju më shumë edhe në kohë më të gjatë, po prapë prandaj më duket shumë e çuditshme që kemi kandidat për Bashkinë e Tiranës një nga Partia Komuniste. Partia Komuniste ekziston akoma? Kush është Islimi Milloshi? Milloshi ka çu do na bjerë emisione. Çu do bjerë, sa e diskutuam. Si thua tu? E tha, është keq, kalojmë te tjetër. Tema tjetër që ka prapë të bëjë me Bashkinë e Tiranës. Po? Godit vlla, opa. Pash një, jo mos goditje. Pash një intervistë që kishte në Flori, po, një copëze që Flori. Te Rodina. Që e pyet se kjo a beson në Zot, edhe ky kishte thënë që jam ateist. Flori ateiste? Kur do ta kisha menduar Flori bine për ateist? Po, edhe unë asnjë në botë vlla. Pse duket shumë besimtar valla. Ta dia kisha futur te monologu se kam besimtar. Si Flor bie. Fakt se Pomeria, po çupa një pije, mund ta përsërisësh çka kishte. Po flasim po merrni një pije? E nea në një Okej. O Denis mos pije një tjetër. Një pije dhe mua një pije. Ora, na jepni nga një pije. Në vert bardh në një rum kola, në një rum vert bardh bashkë. Kush e pinta atë? Si Remarku. Shiko, Denisi sot na ka dhënë një informacion të rëndësishëm. Që Remarku pinte rum me verë. Na bën një rum me verë. Po thotë libra, nuk e thash unë. Po ti na e ne. Nuk e di si është po. Vëna, muhabeti ishte që. A provoj më? Do ta provoj një rum. Jo rum kola, rum me pak verë të bardhë. Rum me pak verë të bardhë, ju lutem. Po jo. Ore, Denisi e tha. Ore, na jepni shishe thuti. Unë dua rum kola.
Mos e vërtet do unë do ta provoj. Po deri. Kola është më dëmsh. E ne atëherë. Po. Muhabeti ishte që Flor Binaj në një intervistë kandidati për Bashkinë e Tiranës që mos e zgjat me Florin tash. Po jo tani do merrem çik tani. Po do të dalin Sali Berisha tani më Sali Berisha. Më fal. Ne u shabëri monolog me këtë gjë në fakt. Flor Binaj ishte shprehur në një intervistë që jam ateist. Edhe vazhdon besë. E çuditshme, mua më duhet çuditshme bes. Po. Jo, unë idenë e kisha këtu që stuket. Pash komentet pastaj po. Edhe komentet poshtë ishin që më zgënjeve, unë do ta jepja votën, po tash ta jap, domethënë një gjë nga ato edhe më bëri shumë përshtypje. Po, e drejtë është. Po se të ndikohesh nga beson apo beson tjetri. Po ti ke para ata në Amerikë kongresmenë dhe çan ata që thon jam fetar, jam kështu, jam familjar, i God with trust. Shiko ashtu. Edhe Fatmir Mediu ashtu e bëri fushatën. Jo, ai është partia. Partia Republikane. Po me Zotin e bëri. Në pron zot familje. Ka dhe gjak të pafajshëm në duar. Prandaj edhe më duket një çike nuk po i bëj pak shurrë. Jo, vërtet në fakt. Pa nuk kemi frikë fare në këtë podcast. Më duket kari fare. Më duket një çik shumë e vjetër kjo gjëja që të thuash se me që s'beson ti e njëri i keq edhe unë s'ja votën. Po mirë, shiko bes. Se ka një nuk do arsyetoj çdo koment që është bërë aty, po që politikanin e do la familjar, e do të jetë se do ta luajnë ban dumi olla. Edhe Berisha atë thoto që kemi Zotin, po ka njëri më të poshtë se Berisha. Po çfarë përmend vëmje krimbati tani o burr, un po them për atëre çupa. Shiko, Flor Binaj është njëri me vlera. Dhe shqiptarëve që është se Flor Binaj është shumë i dashur për shqiptarët, është e vërtetë. Është personazh që po mirë është i dashur si një humorist. Si humorist, jo si politik. Po, më thën ça bën tjetër edhe ky? Pse është i flefshëm për kryetar bashkie? Jo, më për mua për pyetje se jo për ashtu dhe unë njoh thjesht si një aktor i mirë. Shiko, e mira është që gjësa e kanë bërë ta tjerë dhe kanë dështuar dhe Flori mund ta bëj edhe mos të dështoj deri. Jo, mund të fitoj. Shumë mirë që ka bërë, po problemi është o plak që për mendimin tim se po e flis atë me Besi një ditë. Ore, di çfarë dua unë një ditë valla në një politikan shqiptar. Dua çik burrëri olla. E di çfarë dua të më thotë mua, e di ku do jepja votën në Besi, edhe Xheni. Po Xheni s'ka fol fare. Unë do jepja votën njëri që do thojë, o vlla dëgjoj, unë se dia do fitoj, nuk e dia a do performoj, ama unë do bëj më të mirën vlla. Do punoj si kafsh për të vend. Do punoj si kafsh për të punë vlla. Unë këtë ide e votën direkt valla. Do tha, që ka shumë gangster ju. Po Arlindi po bën këtë. Po më Arlindi ka respektin tim, se shiko, Arlindi ka një kauz shumë të madhe që ne e heqim kapelën dhe ka për ta mbajtur, domethënë çfarë do lloj gjëje që mund të bëj Arlindi në këtë etutje. Ai nuk ushqit valla, dhe kjo është i qëndrueshëm. Këta të tjerë valla tani filluan me çuna tezë i hapën ndan. Tu zën për një post, më kupton? Kurse ai atë që kishte e çoi deri në fund dhe këtë e ka armë të madhe. Qëndrueshmërinë ka. O Denis, kam një pyetje për ty. Po. Komplet pyetje shumë interesante, jo si ato standardet që të bëjnë për emisionet e tjera. Do merresh do jepje në një kandidaturën tënde për të qenë? Po. Në Bashkinë e Ersekës. Si ti në Erseka vetë, ishte lajm. Unë dia në Pogradeci. Kam lindur, jam rritur në Pogradec, kam mamin nga Pogradeci, po jam me origjinë, babin e kam nga Erseka kolonjar. Por Erseka ka natyrë të çmendur fare valla. Plagon në fshatin tim. Në Novosel është shumë i humbur si fshat, po duhet ta shkonin. S'ka asgjë aty. Se ka dhe Novosel në Vlorë apo jo? Mano se e bëra edhe pardikët ajo gjë aty. Jo se s'po tallem, se dia unë që. Betoj, ku e di. Gëzuar me pijen e preferuar të Marko. Ore po uno. Erich Maria Remark. Po ti po çat pije. Ti ke rum kola. Po të pi mbetje të. Ja, rum kola gjë më e keqe në botë. Është shumë. Okej, kjo është më e keqe. Remarku pas ka patur shire të mërshme. Të qifja modër. Remark. Na ka gënjur gomari gjithkohës. Jo kështu, jo se shumë e fortë. Na provojmë. Nuk se kam problem. Po mirë ti ke pirë i puro ajo ka qenë interaction i parë. Po ti mos ai puro sa kisha mbaruar. Jo, edhe ky tha çapo ti mos kisha nuk e di, thash gjën. Ky e mori tha, mirë kështu, okay.
Ti je fan si purave dhe ti? Po, më pëlqen plak shumë. Unë jam ish duam pirës. Po të mos kisha dal sot se ndajta gjithë ditën në shtëpi do kisha marrë. Ore të betohem, do merja purë sot, po më kam ngel kaq shumë në trafik, ua të betohem. I bëj çetoni ju. Me rob shtëpi. Unë muro. Si jemi pa purë sot. Po je. Jo, nuk është aq keq. Je personazh Denis, të thash një gjë. Faleminderit. Unë do ta provoja për Bashkinë Ersekës po një herë. Pse? Pse jo, a tha ky kryetar. Plak se është, shiko, është do provoj për çfarë them? Për çu politikano? Po pse më? Pse më dha, po është një vend shumë. Do ta bëjmë mirë serion i saj. Fal. Ore, ideja shumë herë më mirë do bëj, jam i sigurt. Me qëllim do ta bëje? Me qëllime shumë të mira dhe ba mirë se siç kanë patur gjithë patriotët e mi. Po çfarë? Ska je pa pres të bindet. Në fund Sa su bind pesi. Ti di që patriotët e mi kanë bërë gjëra të mira për atë zonë ande për vendin. Këta Themistoktiu e Faiku e Noli e këta çuna. Ata kanë shumë të mirë kanë qenë. Po. Shanjë Golonja. Përmendë Gjigender, përmendë Titanët. Po janë gjithë Ersekarët e mi. Jo, Ersekarës. Është kolonjar, në fakt për të shmangur termi se bëhet shumë derogativ. Prandaj edhe unë e thash për shaka. I Brik TP. I Brik TP është shtati që ka lindur Fanoli në Turqi, po sigurisht është nga kolonja. Okej, nuk e di. Aty ka lindur se Jati i vet është nga Ibriku. Ishte emigruar atje. Jo, ka të drejtë, në Ibrik TP ka lindur, me vërtet. O Denis, po nga një familje kolonjare. Më shpjegoj një gjë tepër konfuze për mendjen time të trash. Pse ka kolonjë është rrethi? Po. Apo kolonjë është qyteti? Ka kolonjë fizike? Përfshin edhe Leskovikun kolonja, mos gaboj. Leskoviku është perlë. Mhm. Per Natali se ti ke per shumë vit festova Dilinen atje. Po më shumë zonë e bukura më blaq. Po, vërtet, në Shelegur çe quhet. Në shkove kështu në natyrë. Në natyrë janë hapur dy restorante në natyrë. Jo më jo, ka agroturizëm ka shumë, por nuk shikoj, nuk kanë shumë marketing, ç'është vërtetë. Jo, fatkeqësisht. Në Shqipëri dy gjëra marketing. Jo, ne e promovojmë shumë të vende. Në Shqipëri dy gjëra kanë, veriu dhe jugu. Shqipëria ka mormisë mi dhe Jugu kolonja është plak. Juglindja, kështu që Juglindja është kështu the best. Meni makinën, meni mua shofer, edhe ikim eksplorojmë. Po mirë ti do e linje komedinë edhe këto të tjera se po ju futa sa punë do t'i lësh këto. Ora se din çfarë momenti do isha, po ndoshta edhe po. Pse mo mund të jesh komedian dhe politikan? Ja. Ore më tërheq dikur njerëzit edhe nga Korça jote e bukur që un prap jam fan, si dhëndër korçaqi. Ore, ku ti lexon kështu gjëra titri, ja këtë Shatërvanin e ka ndërtuar Riksi me lekë të veta. Këtë kishën e ka Po tash s'të lejohet ato. Po pse s'lejohet? S'le bashkia. Pse? Si s'le bashkia? Nuk lejohet, do më po të dalësh ti ta rregullosh rrugën vet, të vën gjob. Po jo, merr leje normalisht. Po merr leje, bësh donator, bësh financues. Po ta marrësh shumë thjesht, hajde do. Ore, rregulloj një e ke pra këto burimet që kanë qenë dikur me piktura, që tani kanë shkuar këta fëmijë, ka shkruar kar. Nuk e di pse, pse duan gjithë vizatorë ose ta shkruajnë fjalën kar. Shikoj, po vizatorët sa kanë të shëmtuar, por se bën thjesht 3 është gjë maskullore kjo, çfarë është? Nuk e di. Po ai do më merr një burr random, kudo jepi një fletë të bardh, vizator gjën e parë që të vjen hop direkt. Jo më plak një shtëpi, një diell, pse? Jo. Po goca çfarë vizatojnë? Kur jep një fletore për herë të parë. Goca s'din vizatojnë. Nga që s'din të shkruajnë. Shout out miqtë e mi për zonën e bukur të Korçës, Sek Leskovik, Pogradec. Shkoni, vizitojni, merrni makinat tuaja, merrni dhe autobusin, s'ka ndonjë gjë. Shkoni, vizitojni se është shumë zonë e bukur vërtet. Ka agroturizëm, ka ushqim të mirë, miqtë e mi. Ushqimi mirë në Shqipëri. Se çfarë do valla, ushqimin ka dhe pa ushqimin natyrë. Se kanë bllokuar çikundët na i ftoti. Na i ftoti. Gamalli për jugun. Jo, e vlerësoj se ti je nga një vend shumë i bukur vet. Vlla, unë jam shiko tani, mos e zihemi kot tani. Unë jam në një vend potencialisht më i bukur në botë, vlla, po që pragmatikisht nuk është aq i bukur, po që mua më dhimbse për atë vend dhe unë një ditë do më mbani mend ju, unë do e bëj atë qytet që tani si vetë mendoj. Jo, vërtet unë mendoj që një nga punët më fisnike po flas mua po më pëlqen kjo, më fal. Është pak e fortë. Shikoj, kam përshtypjen që është si punë e opiumit që të shkatron jetën, po të fut në kjo do na hap horizontin e penës. Po. Doja të thëj që kryetar bashkia është një punë shumë fisnike. Se shiko, ti do të thonë e para punës, tani jo, ideja është që duhet të jetë asgjë s'ke në dorë. Duhet të jetë kusht i padiskutueshëm që një kryetar bashkie që është i atij qytet duhet të jetojë në atë qytet. Duhet ta provojë vet. Mirë, jetojnë të gjitha. Jo, si jetojnë. Ai Elbasan nuk jeton në Elbasan.
E di shumë mirë. Nga që është afër me Tiranën. Jeton në Tiranë. Po mirë, 20 minuta ashtu. Jo më plak, s'lejohet. Kjo ju trevaj. Jo më nuk lejohet valla. Duhet të jetosh aty ku punon. Çfarë është Muhamedi? Jo, e drejtë. Ti të përjetosh atë qytet valla, si tallesh ju. Erioni për shembull jeton Ersek. Po. Kot jeton. Po si Erioni jeton më në Ersek? Jeton ose si jeton? Unë votoj po Gradesi. Jeton në hekurave. Zoti i saj. Është Erion Veliaj në Burgore, jo. Tjetër Erion. Po dhe Erioni. Po jo, e Tiranës pak në. E Tiranës. Ore të Erionit në Burg, Erion Korini. Ua, Erion Korini më plak. E mban mend Erion. Se më Erion. Mua më ka pëlqyer. Edhe mua. Jo. Top. Erion Korini ka pas band metale. Çka ka patur? Ka pas band metale. Pas metale tash e metal. Ore ti je njëri shumë. Nga Fieri dhe ai plakon. Jo, Erion Korini në Saranda, lutem shumë. Kanë bërë videoklip në Fier. Jo, bën metale dha. Kanë bërë atë me nga Polonia. Ta Polonia po më. Jo, ti mos i. Ore po tallë. Ai më pëlqen ajo kënga moja. Po jo ti s'mund të jesh e imja. Ne më fam, mund bash pak qetësi se po këndojmë këngë. Ndjes. Se jemi në vibe. Se po këndojmë këngë Erion Korinit. Po edhe ti niçe nga je, ti na Korça na Erseka je, nga je kolonial. Nga Korça më nga Erseka. Korça, po ti çlen na Korça, po ti ke lind në Tiranë, po ti je kombinacion, kot fare ke xheni tani. Po më me shumë. Po pse ne as ka lind Tiranë, ti ka Lushjan. E ne ka një gjë të sëmur, Denis se. Një gjë të sëmur nga ne? Sa? Po kur ikim mirë për pushimin në Divjak. Unë ne atë gjeni në Natalia, o plak. E gjeta në Divjak dhe ishte bë kështu. Ç'a bën ti here? Kishte marrë atë theksin dhe maneris, po ç'a bën më plak? Si u bëre për 2 ditë Divjak solla, po jo, unë këtu jam lindë e rritëm, ç'a po vlet o plak. Ah, okay. Është shumë ata psikopatëri që merr atë. Po e urrej. Jam nga Divjaka. Jam nga Lushnja, jam Lal Balte, jo Lal Veri. Si Lal? Morfologjia e Lushnjarit vëlla, do të dialektika, fenomenologjia e shpirtit Lushnjarit, Lal Balte, Lal Veri. Artistike. Çfarë artistike? Prandaj pikturon. Mua më pëlqen që kaq vend i vogël ka kaq shumë larmitet Shqipëria në fakt, ç'është vërtet. Unë mendoj nga që jemi një njëjti popull. Si jemi. Si opa? Opa, kemi headline. Çfarë importante? Po si jemi një njëjti popull. Kush më ka? Asnjë me asnjë. Po pse Denis mendon se jemi një njëjti popull? Po si jemi se kështu ka ndodhur në këtë vend. Jemi bastardër thua apo jemi? Jo, vendas po jemi të miksuar e çik me grek, me serb, me holandez, me kroat, me. Po mirë, ashtu çdo popull i miksuar është. Jo, Bullgaria është 90%. E po që ndonjëherë ne habitemi si ka mundësi sa ndryshe është. Po shumë gjë në Bullgari. Po. O Natali. Është të mërziten italianët që të veriut janë ndryshe me të jugut. Të veriut janë gjerman fare, janë as italianë. Nuk mund të mërziten lombardët. Me sy të lirë ndryshimi, nuk. Po mund ta shikoj që janë gjerman, nuk kanë lidhje fare me napoletan apo as me romanët. E po mirë tani jemi banor të botës së gjithë, nuk ka. Tani jemi. Gjithë bota i përket Korçës. Shqipëria të pak. Po Panajoti nga është na përmeti. Përmeti mbahet për njerëz të mirë plako. Po, shiko Panajoti. Prandaj bëj gjithmonë ato shaka që Panajoti është njeriu i keq në botë. Nga që edhe ai është një përmetar tipik, shumë i mirë, shumë i butë, shumë. Është i mil. Është i mil ta. Shumë, po ta kisha motor, do dera ta kisha dhënë Panajotin, për zotin. Të vinte. Ja është për ju kjo më. Po, për zot. Pse më qesh një? Ose kur të çahet kare me në njëri thotë, "Më mirë se s'kam motor, te ja kështu." Ta bëj. Djova se tha për Panajotin po ta kisha motor. Po ashtu djova dhe unë. Se çoj këtu më. Jo, po të kisha motor. Po jo më Panajoti është djalë. Po çka keni me parë? Pse godisin Panajoti? Jo, ja pa që vola mirë për Panajotin, për atë. Për atë njëjtë ndyrë. Panajoti është një qytet shumë i bukur edhe që ka gatimin më të mirë në Shqipëri. Jo, se ka përmeti më të mirë. Gatuan shumë mirë. Okej, ka vend. Kush e ka më të mirë në Shqipëri? Hajde. Më të mirë në Shqipëri? Plak, kam një hotel. Kosova plak ka ushqimin më të mirë në Shqipëri. Shmo Kosova. Vëllezërit e mi kosovar, jo, më vjen keq. Kosova ka fast food. Po çka ka samuna, kebab. Po kebab qofte. Ajvar, po. Po, pse mos spektakël apo? Janë shit, man. E po janë fast food. Samuna dhe Gjakovës pëlqejnë çik, ai suçuk. Çfarë samuna? Suçuk. Është si ti buka me suçuk, po. Po çfarë na bëni shumë apo po haj? Suçuku nuk është disha burr. Si dish? Çfarë është ajo? Dish? Nuk është pjace e gatuar e bërë. Po pse mo ça? Ore shiko të heqim diçka. Mirë, është. Ndërgjegja jon. Shqipëria nuk ka ngre për drek suçuk. Jo, po Shqipëria do t'ju shiset. Shiko, bes do t'ju rrezoj themelet e besimit ndaj kulinarisë. Shqipëria nuk ka kuzhinë.
Po e di më, watch nothing. Si s'ka. E kemi më, shiko. Është më e varfër kështu në fantazi edhe në shumë bazike. Ama 0, jo 0. Po jo 0. Mashina është agroturizmi plak. Po pse 0? Po se s'kemi në gjë, jo, e kam fjalën që s'kemi në gjë karakteristike. Po mua ajo janë turke, o italiane. Jo, më kush është turke? Mishi i pjekur është turke. Po mishi i pjekur s'është specialitet. Është Ballkanas është autokton. Mishin në atë shkopin. Nuk ka vend që. Mishin e ellë bëjmë ndryshe. Po mirë, roshnica, atë është një lloj pasta që ne e kemi. Po, roshnicat janë. Dromkat, që janë që edhe arbëreshët i kanë mbajtur. Po, dromka petka. Petka, po dromkat ata i kanë mbajtur dhe. Po, të dibres sa quhen. Jufkat, po si tagliatelet janë. Po brumra, vetëm brumra. Koleja e përmetit derse që është një. Ja po jo është cured meat mos sallam. Po pra, ne kemi mishin e pjekur vetëm me krip, se bota ka mishin e pjekur. Jo ky po. Gjithë kanë bërë kam në. Sepse gjithë kanë evoluar dhe e kanë bërë një gjë të vetën. Ne kemi nuk është evolim ai historia. Po pra po. Është portacllëk ai, është kot idhi erza erdhi gjëra mbytë mishin me. Po mirë se Ballkani nuk përdor erza. Përveç shihen e mishit, nuk ka shihen e erzave. Po sa erzat haj kështu. Po s'është dish, pra nuk është specialiteti jote, nuk është. Po këtu ishim pra. Specialiteti ju është që kemi mbajtur bazën e. Edhe bezi është i vjetër. Kuzhinë duhet ta bësh. Bezi mishit do mbajë ramish. Sa i është çoti piper edhe gjëra më thonë. Ne shqiptarët kemi specialitet e pijet ujin. Si ujin mo? Rakima. Po kemi lakrorin është specialitet. Po mishin e bidon. Lakrori është. Mishin e bidon spektakël. Mishi i bidon është traditë labe dhe mokrës. E mokës po gradecit. Bravo. Sa e bukur janë programa plak. Ishte Mançupi aty. Ishte në bidon. Mishi bidon dhe kokainë. Është vendi ku është kokainë. Ti mbajni çu muhabet dhe i ftuarit, çfarë më kalon dhe gjeni. Pra, kokaina në bidon ose e njohur si crack. Mos kam pirë, keni pirë kokainë në bidon? Në bidon jo. Jo më plak, si kokainë në bidon. Si bëhet kokainë në bidon? Nuk e di, po crack mos në bidon. Po jo, duhet të jetë bëhet bari në bidon me shumë mundësi. Po duhet të jetë bidon, po. Po, ajo po, valla, po duhet të jetë një gjë me tymos e kraku. Kështu me bidon se kam bërë asnjë. Ta më shikoj mua. Le të kalojmë çik në aktualitet se na çuat në të thella dhe hajde se e dhjem. Do flasim çik. Mua po m'pëlqen kjo. Është pak e fortë. Jo, është pak e fortë. Është shumë e keqe, po duke e pirë të bëhet të dashur. Është e mirë. Është e mirë. Do flasim pak tani miqtë mi. Edhe këtu dua skandalozitetin që ka ndodhur këtë ditë. Çka ka ndodhur? Vjedhja më idiote në historinë e njerëzimit që ndodhi para sa ditësh në muzeun e Louvrit, që u vodhën 188 milion dollar. O plak, shiko tani. Ne kemi pasur shumë filma me haste, me vjedhje, me gjëra. Ajo ishte vjedhja më thjesht në universitet e vjedhjeve. Çfarë do të bënin ata që të ishte? Si çfarë do të bënin? Po si mund të jetë? Po plak, si mund të jetë një tiara që kushton 88 milion euro? E pa mbrojtur pa ato lazerat që kemi parë nëpër filma që kalon ajo Catherine Zeta-Jones. Lazerat s'është nevoja pa një roje me pistolet mund ta kishte. Po jo me pistolet, më me lazera, me teknologji, më se jeton në vitet. Një roje me lazer. Me lazer. Miqtë mi, çka ka ndodhur? Që t'ju shpjegoj juve neandertalëve. Juventus. Uj, hoqën të dorin Juventusit. Çfarë thua, vërtetë? Janë mbërë futbollit. Muzeu i Louvrit u vodh në një ditë të diel të qetë. Me qa u vodhë më miqtë mi? Me një vinç që u parkua mu jashtë derës të muzeut të Louvrit, u futën brenda këta grabizi që me shumë mundësi ishin atropoje, dhe morën po se keni pa filmin pra Marco from Tropoja. Jo, s'ka lidhje fare. Po ishte referencë bukur. Po filmi ishte referencë me Italian Job, jo me Taken, ç'lidhje ka Taken? Po kishin vjet në e gocë. Jo, se si bën shqiptari ato. Ishin nga Padova. Dhe këta miq tan, armiq tan më saktë, por miq të vjedhjes, artin. U futën aty brenda dhe vodhën në 4 minuta. Në 4, çfarë shumë shpejt gjëra që kushtojnë 200 milion dollar valla. Si tani pyetja ime është e nea për ty, miku im, se ti e njeh mirë muzeun, kulturën dhe galeritë. Ore mund ta në Shqipëri, a janë të ruajtura, të mbrojtura këto artefaktet? A kemi gjëra të shtrenjta njerë në Shqipëri? Si ne sa i keq është me atë si konceptet indianë teksa. Do të mashtrojë. Do të bëjmë një foto me ata. Bëjmë foto. Hello sir.
Po, Lueni sa mashtiza wish Windows. Si pakistanez. Kemi gjëra të shtrenjta dhe se s'ka ndodhur vjedhje, se shumica e artefakteve shqiptare ti i ke në për koleksione private dhe janë shit në tregëzi. Ka Zamirmania më. Për shumë vitesh. Dhe ndoli, nëse mbani mend iglitaren që blen në tregëzi një kokë që i ka qenë në muzeut. Që i kishte bler në Itali, që akoma rezultonte sigurisht në muze, po ndërkohë nuk ishte dhe ai e kishte bler dhe vjen ja bën dhuratë muzeut. Që shet prapë. Domethënë ishte vjedh dhe nuk ishte marrë vesh që ishte vjedh. Nuk është se zvidhen dhe në Shqipëri, ose koleksione me ikonografi, qofse man mend kur erdhi Edi Rama, një nga gjërat e para që u bë ka qenë konfiskimi një koleksioni ikonografik. Ka mirë ai. Që ishte te Edi Ramës e di dhe unë. U zhdukën ca. Ku erdhi Edi Rama? Ku janë tani? Ku janë? Po pse ne mund të ket për te bunkieri. Edi Rama vet tani me shumë mundësi më. Hyn aty te shtëpia shikon ai që kështu akuzuar dikur kështu në mënyrë informale që është marrë me kështu trafik ikonash dhe artefaktesh. Nuk u vërtetua kur, po ti është hap derë, shikon në ufrin mbrapa, po luan ai i birë, zau. Vidhen, po nuk merret vesh, nuk bëhet buj siç u bë kjo e Luvrit, po kemi. Po e Luvrit si të duk olla sinqer, ai ishte shumë traplik olla, se mua më duk shumë si mund të vjen. Duk shumë normale më se ndodhin herën kaq, janë vjedh pikturat Klimtit, janë vjedh pikturat Da Vinci, Van Gogh. Po ditën për diella. Po. Tani un kam një pyetje që ma çoi një ndjekës i podcastit, që e përshëndesim, që ishte për Besin një pyetje. Po Bes, drejtoresha e sigurisë në Muzeun e Luvrit ishte e gjinisë femërore. Të thënë drejtoresha e kuptuam. Drejtoresha ishte e burr. Ishte i burr. Mendon ti Besi që ka një lidhje. Është bërë një çik kështu kjo. Është bërë çik kështu e kanë. Po e përdorin për çdo gjë tash, ja ishte grua, kjo ishte grua ajo. Po tash e dim që gratë janë të paafta, nuk është. Shiko. Po ky. Është njëri. E mos e pa mbi përdorin. Po e mbi përdorin tash ishte grua, edhe sikur ti ishte edhe se është grua, jo sikur ti ishte, se është me sa duket. Po s'lidhe ka. Nuk është se drejtoresha merret me çdo gjë aty. Jo, shiko tani mos e thuaj këtë plak. Si mos e thuaj? Si tani të na vjedhin e mikrofonin këtu në podcast, ta marri Denizit ta futin në xhep. Ja. Si, fai Dinzit është. Tash mirë. Tani çka ka ndodhur ne? Duket shumë palë. Ore tani normalisht përgjegjësia e saj bie se përgjegjësia dakord, po jo se ishte grua, se edhe burr mund të ishte, edhe prap do ishte. Po mirë. Vjetja, domethënë. Po them. Më duket shumë rast pa lidhje me faktin e gjinis drejtorit apo drejtorit. Jo, s'ka lidhje me gjinia aty që vodhen në shumë interesante. Po ata ishin ato po. Po, ata i kapën. Është gjini tropo? Jo, mos i kapën në tallësh. Një e kishin kapur më duket. Kishin kapur një, po i kapën gjithë. Ah, okay, ju po thoni ata janë tër burra. Po, normale. Vjedhja është e bukur, është aftë. Po, vetëm disa transa. Këta gjithmonë i kapin. Sapo pata, këta gjithmonë kapen, këta nuk e kuptoj pse bëjnë. Sapo pata një vjedhin bankra atë kështu. Është tip adrenaline kështu. Po s'mban më njëri në Tiranë që donte të vinte një bank, edhe mbaroi punë, edhe para se të dilte nga banka, rëshkiti dhe shkreu armën pa dashje. E normalisht që e zgrapën në ajër blek se në ato momente edhe ti shtange që si u shkrep arma dhe bababup e ranë edhe e kapën. Vazhdo e vran. Shumë i dështuar blek, imagjino domethënë. Unë do isha lupen më i mirë se kaq. O Bes. Pata një vegim ca momente. Po e kam seriozisht, mos qeshim, se kam serioz tani. E ne atë dëgjojmë këtu unë? Po, ti dëgjohesh. Ti Denis ta thashë çfarë makinë të oralisht ta shpreha. Ku do të dalësh, dil sa më shpejt se po ke shkuptohet shumë gjë. Të kujtohet. Oralisht ta shpreha që je aktor goxha i mirë. Edhe po të imagjinoj tani ca momente sikur të isha në një film detektiv. Denis dhe i shkonte shumë fare më plak. Sherlock Holmes. Jo Sherlock Holmes, aq True Detective valla. Gjëra të thella, çfarë është Sherlock Holmes me filozofira me gjëra. Me filozofira dhe gjëra serioze fare. Të pëlqen aktrimi plak, do e bëj një moment ti e ke bërë, se ke bërë një film. Nuk është se Çka kam plak. Shko, nuk e kam menduar kur që do. Po kinemat ishin plot kur bëhet filmi ju. Po.
Më po unë nuk është. Çfarë filmi më? Kam bërë një film me I teti në bronz, unë jam i teti. Ti je bronz. I jam i bronz ti. Ora s'po tallën do të pëlqente për shkak. Po më pëlqen. Eksploreja si fush. Më pëlqen, po. Nuk e kisha menduar kur, kisha menduar që do rrim brapa, do shkruaj, do kështu, po. Se unë të shoh dhe te kur ekzekuton bicet e tua je goxha manerizëm, goxha akting, goxha në ndryshime këta të dështuar. Nuk e kisha vënë nga ajo. Po. Thash, më pëlqej. Se shikoj që e kisha këtë gjë që pak më teatral në skenë. Po, më pëlqen, më ka hyrë kështu në. Kenë një skenar tim kështu me. Skenarist unë jam moderator. Mund ta shkruajmë të dyja të treja. Jo, po, e shoh, imagjinoj që mund ta bëj edhe një rol për te. Shiko se gjë më e vështirë. Më të dalësh nga ajo, e kuptoj. Po, gjë më e vështirë. Që unë e them se jam fan i madh i filmave. Gjë më e vështirë në jetë për mendimin tim është të bësh komedi. Sepse drama ka një gjë, drama futesh në një gjendje që ta shkruash apo ta aktrosh. Jo, ta aktrosh komedi. Se ta shkruash domethënë është tjetër gjë. Po e zë marrim rastin Jim Carrey. Ja, po të them një rast. Jim Carrey ka bë disa filma dramatik dhe ka bë dhe shumë filma komedi. Dy nga filmat më dramatik të Jim Carrey janë Eternal Sunshine of the Spotless Mind, që është mega film, që Jim Carrey ka vrarë aty si aktor, dhe është një film tjetër. Super skenar plako. Por ai njëri negativ o burr. Jo, me ka bërë Charlie Kaufman atë. Charlie Kaufman, the fucking man. E pash vjet këtë. Edhe edhe çfarë s'u pëlqeu ti njëri. Ula ta shikoja me atë ndjesinë që kisha kur e kam parë për të parë, që më ka lënë kështu. Ti ka godit. Ndjesi. Po gjatë forta si film. E pash vetë dhe më duk shumë i keq. Filmi i keq Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Shiko, më duk i dobët. Para një kush blalla. Jo, shiko, këti ndodhi kjo, mua më ndodhi me atë, di më kë ndodhi kështu me film, pash atë do më shajnë mua tani nga YouTube. Leon. E mbani më atë. Leon me Natalie Portman dhe Jean Reno. Bosa hale mo duk. Ore, e di kush ishte e bukur se po ja tregoja gruas si tash ti se ke parë këtë filmin. Sa si ka parë këtë me vrasje. Tash shikoj këtë dhe isha shumë turp gjithkohë. Kam përshtypjen se është njëta gjë me këtë, që është film ikon, po pa ja, është shumë i mirë. Jo, kam argument. Sa i skenarist shumë i mirë. Ky më duk shumë i dobët ky. Kam argument. Ky me Leoni. Jo Leoni, jo ky Eternal. Po Leoni si duket? Leoni se kam parë, do më ka shumë vite që se kam parë. Po shikoj, Leoni është kam atë idenë që është shumë lart. Edhe unë ashtu e kisha. Po jo më lart është, po pika ky që te filmi. Po vlla, më fal, po vlla. U mërzit shumë ai. I mirë është valla. Prandaj ti je jashtë kamerave. Po kam një gjë. Pika kulminante e Leonit është marrëdhënia e këtij me këtë gocën. Pedofilim. Është Lolita. Bravo, është një twist Lolita po me pistoleta. Për mendimin tim, Eternal Sunshine of the Spotless Mind është fucking masterpiece. Ishte i dobët, shumë dobët. Po si morësh i dobët ti? Çfarë do duket dobët, tamam. I ke lexuar skenarët e këtij? Po jo, po ky. Çfarë duket dobët? Ma argumento pak. Me vërtet çfarë duket? Duhet të më futesh fakt në të thellë tani. Çfarë duket i dobët e Eternal Sunshine? Se na mërzite. Shiko, skenar nuk i thua dot. Aktrim plak nuk e shan dot. Po dalë. Ha, më fal. Po ti më pyet mua, çfarë të duket edhe këtë se shan, këtë se bën dot, këtë se bën dot. Po. Nadi. Po çfarë do bëj familje po? Hajde bëjmë të tre atë. Po. Do bëjmë gjithë. Shiko. Po e nisë me shikoj, kalon te historia në çiksi shumë se po si më space, një çiksi jo aq fort saqë ose ndoshta nga që e kisha ka që e ke dashur aq shumë. Domethënë e kam ngritur aq shumë në mendje dhe e kam nostalgjizuar, shpika një fjalë. Aq shumë saqë kur e thash sikur më zgënjeu. Sindrom piedestali, kështu gjë. Shikoj se kur them që është film player, e them për efekt. E kuptoj. Çesharak, po që më zgënjeu. Shikoj, diku është problemi që player janë këto që kanë dalë këto kohë. E diku është problemi që ka Eternal Sunshine of the Spotless Mind, titull gjatë. Problemi aty është vitet e fundit shumë vështirë thonë që si ishte, me sa vazhdon. Është bërë shumë komercial, është bërë shumë cool. Edhe ky është problemi i njerëzve. Se shumë goca për shkakun që s'po gjejnë dot partnerin e dur në jetë ose kanë një ndarje që ka shënjuar thellë në jetën e vet. Mos si po është e vërtetë apo plak. Edhe e postojnë për shkakun janë ato goca që postojnë një story kështu kriptike me një foto të Klementinës që është aty në borë edhe me atë këngën e Bekut që anybody needs some. E gjeta fjalën e dur. Se e di ai nga këto. E gjeta fjalën e dur, çfarë mendoj për atë, jo për atë film. Qetësi?
Për atë histori. Po, thuaj. E panevojshme. Pse e panevojshme? Është histori e dashurisë të dy njerëzve që kanë fshi njëri tjetrin në memoria. Pse, domethënë po shi sa e bukur është olla. Këtë çfarë ai filmi mund të mbaronte kështu. Hapet filmi, del ajo. Këta duhet ishin ndar. Domethënë është aq që njihen, i thotë shiko, po pëlqen ndajmi. Kaq mbaron filmi 3 minuta. Po jo kujtimet, Jo po nuk është ajo pika. Ata ishin bërë për njëri tjetrin, pra kjo është ideja. Po kjo është ideja që ata ishin bërë për njëri tjetrin dhe ata një moment u ndan dhe vendosën ta fshin njëri tjetrin kur mund ta mbanin memorien e njëri tjetrit për jetë vëlla. E disa duket që ti je dashuruar ky jo. Po jo më. Respekt, je me fat. Po jo më si be. Ideja është dy njerëz se ta tha Denisi. Ta ishin bërë për njëri tjetrin. Një moment ta vendosën që u ndan, edhe do ta fshim njëri tjetrin se na lëndon kjo kujtimi. Mesazhi i filmit është o plak, nuk është puna ta fshish tjetrin. Jo, se ata ishin të dy njerëz të mirë. Ishin super. Nuk është ajo ishte i kurve dhe ke pra duhet ta harruar kurvën. Shikoj edhe aktrimi mua nuk më lat. Nuk më pëlqeu dha shumë të them të drejtën. Blasfem fare, o Jim Carrey aty ka vrarë vlla. Po se këtë thoya edhe unë që Jim Carrey këtë ka të mirë që është aq komedian i mirë, pa më është edhe aq në dramë. Domos te ky Eternal Spotin edhe do të mind. Po. Edhe aty e ka djegur, po kur e pash jo më plak, jo. Nuk ta pranoj. Po ashtu po kthim për aktimin. Jim Carrey ka dhënë një film tjetër shumë serioz. Trumani. Jo Trumani. Shiko Trumani. Apo është serioz po thotë. Jo Trumani është shumë serioz. Trumani është super aktiv. Aktrimi nuk është serioz aty, është prapë shumë i. Po është komedik. Ka butaforizëm po. Jim Carrey ka një film që pak vetë e kam parë që quhet The Majestic. Që është film, është tentativë e parë. E kam shumë të dëgjuar si. Po, është tentativë e parë e këtij që ka bërë një film serioz dhe është një që kthehet veteran nga lufta dhe ndërton një teatr për qytetin e vet. Po jo, e kam fjalën që se duhet ta lidhja me komedia shumë e vështirë për tu ekzekutuar. Se Me Myself and Irene për shembull, që është një mega film komedik, nuk e bën dot një komedian i sotëm për shembull. Çan ta një komedian normal se bën dot. Po i sotëm këta çan ta amerikanët tash. Kush është komedian sot asnjë? Janë ca role specifike që edhe nuk ka pse ta bëj njeriu, por se ka bërë ai pse duhet ta bëj një tjetër. Okej, qëndron edhe kjo. Mirë ka dialekt. O Denis e njëri i filmave vëlla. Jam shumë film të preferuar. Po shikoj, e kam pyetur shumë të bukur. Se jam njëri i pyetur. Po ti ishte jeta jote një film. Jo, se shikoj. E kanë stresuar në për intervista. Ora 2 e natës. Je vetëm në shtëpi. Pra ke tru. Viun të zjona gjumi. Shisa me karin të syri. Denis, po thoj filmin. Po thoj filmin më të bukur që ke pa në jetën tënde, që të ka godit shumë në shpirt. Ora 2 e natës. Në një film kare nuk është. Të është ora 2 e natës, Ande. Po ti mbas dite. Po do thoya po çaj i mërzitur ai shikojmë në një gjë për të qeshur, ku di. Jo, po një që të ka godit në shpirt, për shembull, një që të ka trondit ekzistencën valla. Kur të vinë kjo pyetje kështu nuk e di. Jo, shumë e bukur, por nuk di gjithmonë çka të zgjedh. Për shembull, këto vitet e fundit kanë parë atë çfarë është një film norvegjez është ai The Worst Person in the World. O sa i bukur është ai më plak. Super film. Më ka lënë një ndjesi shumë të mirë. Shumë, ai super film plak. Miqtë mi kanë sa shutira ata. Norvegjezët kanë një, ta them unë, për mendimin tim, norvegjezët, nordikët në përgjithësi kanë një koncept shumë të bukur për moshën e 30+. Po, danezët më shumë, po dhe norvegjezët. Po, domethënë duke nisur dhe nga Trieri dhe nga shkolla e Dogma 95-s dhe gjithë ta Thomas Vindenberg, Lars von Trier, çan ta të tjerë, edhe ky Joachim, si e ka ky që ka bërë The Worst Person, se ky ka bërë një film tjetër që quhet Oslo 31 gusht, Oslo. Që si tip trilogjie, ç'është? Po ka bërë shumë film, është shumë regjisor i mirë ky. Po ka një koncept shumë të bukur për njeriu që rritet ato dhe mua më pëlqen shumë ajo. Edhe kjo The Worst Person in the World flet perspektivën e një goce në marrëdhënie. Edhe ndjen shumë botën e atyre që është shumë vërtet. Po shumë sinqert do bëj ne. Mega film tjetër miqtë mi që vjen nga Skandinavia. Donte të dilte te filmi i vet ai. Jo, ma kujtoj, vlla, ma kujtoj Denisi. Tani shikoj të gjithë njerëzit që ndjekin në podcast 6 vjet tashmë. Din që ti je mbreti. Unë një film kam që se lëviz dot na e din gjithë. Kapetani. Që kam 7-in. Por do thoya i mirë. Si i mirë. Si i mirë shumë.
Ja duhet ta Seven është qiaro. Duhet të ishte prishur kështu, sa dëgjove Seven. Jo, mirë shumë është Eternia sa që s'po. Nuk e fut kështu Seven ata që e pra nga. Jo, do thëja për një film skandinav. E di, o Fincher në përgjithësi është mirë shumë po. O Fred, quhet The Celebration. Ti do të pëlqej shumë. E ke pa The Celebration? Jo. Se ke pa Celebration? Po dalë cili është ai me Thomas Vinterberg. Është me një familje që mblidhet për një dasëm, të lutem më kariko. Filmi The Celebration është për një familje që mblidhet në një darkë të veçantë. Ku diun, do festojnë diçka. Mblidhet fisi. Dhe plasin sekretet. Dhe kaq po them se po folja më shumë po është në këto filmat skandinav dark me atë ndjesinë që çdo gjë që është kaq e bukur nuk është kaq e bukur, po që nëse të fola shumë më Denis na thoi në gjë ta se pro. Po bukur duket me kjo, sa pikë bukur shka bërë. Sa të shkon. Ne me këto Çfarë do flasim për film atë? Jo, çfarë pasojë më fal. Ne gjë tjetër të Ora flasim çik për komedinë vëlla. Për film? E folim mirë komedi. Jo, për komedinë si Kape Golden. Thank you very much. Si bëhet një komedi? Jo, nuk do pjesë si bëhet. Shi dhe akull. Hajde. Akull vetëm për patriarkun. Vetëm për patriarkun akull. Ka një akull për Denisin. Si na tu. Tani u çfarë? Tani Briu. Okay. Tani u bë. O Denis, kur ka qenë momenti i parë që e kuptove që te komedia për shembull situata është lart. Situata domethënë ka qenë po është një tjetër vibe, se ti e kupton për shembull në një moment që ka ndryshuar ajo situata, nuk janë më ata njerëz që ti njeh, po janë më shumë njerëz që s'njeh, janë më shumë njerëz që po kënaqen, po sjellin miqtë vet, po sjellin. Do të thënë në lidhje me komedi thosh diku ka qenë ky momenti që e kuptove që po plak kjo që ka nuk më kujtohet eksaktësisht. Silenda të telefonit. Po është shumë asertiv. Nuk më kujtohet eksaktësisht, po e mbajmë që ka qenë një moment. Ka qenë një moment që e kuptoj që ishte në skenë. Po, gjithashtu po ecë mirë kjo gjë, edhe duhet i fokusohem, se në fillim ishte hajt po shkoj po bëj 10 minutë me këta karat. Për vetë besit. Është një moment e pa. Jo, me vërtet e mendova atë. Ishte e dukshme pas reagimet e njerëzve. Po në fakt unë që herën e parë që kam performuar te tuneli më duk mirë apo plak se gjithë ishte kështu. Po, shumë ambient na shumë nice, shumë të mirë njerëzit. Po, se ne kemi performuar për vende që ti jetë skena i kam ngjitur me ty. E thot gjëra. E ti thua gjëra. Po Kosova si ishte si eksperiencë? Unë nuk isha se nuk U si ishte ti fare? Dasi ka fare. Po se nuk morën lekë. Po si vajti në aty? Unë nuk shkoj në asnjë vend që nuk merret lekë. Jo, patjetër, kjo është se atë do thoja që kur e kuptuam të gjithë që ndryshoi diçka, ishte kur pagesa ishte e këndshme. Po shiko plak tani. Jo, më shumë ishte ndjesi plak, nuk e di se ishte te lekët. Nuk e di. Ndjesia kam përshtypjen që edhe për mua ishte e parë, domethënë e parë që performuam aty te tuneli, u duk se kishte diçka. Ishin shumë ishin shumë, domethënë përgjigjeshin me çdo gjë. Po publiku aty është zero fare plak është. Po, ndërkohë ne vinim nga ajo që ti duhet të përpiqesh me çdo gjë, ore. Ke parasysh kush komediane ka thënë që kur je fillim ti shkul kraun, merr me çfarë duar, hidh në rrota të gjithë. Mamin, babin, sa ka kështu me shokët, fish. Unë këtë kam që ju them edhe këtyre që duhet të fusim çik këtë crowd work-un në plek. Po nuk është me zor. Unë kam pas bërë shumë. Për shembull te corneri Ramet kam pas bërë shumë. Plak unë vdes të kem crowd work valla. Po te corneri ishin shumë gjitë. Unë kam pas bërë 20 minuta vetëm crowd work, për shembull 20 minuta materiale dhe hoqja, po, vetëm me njerëzit. Jo, aty nuk është shumë materialisht. Domethënë, edhe unë kur provoja materiale te corneri, mua vetëm një herë më ka qelluar YouTube që ishte shumë të rinj edhe jam kënaqur edhe ishte kështu që gjithë ishte material, po zakonisht edhe unë crowd work është pak më private situata aty në crowd work. Ishte po. Po si kam zëru kur unë jam te rruga ime aty. Tallesh ti. Ç'a bën në këtë shtet valla? Ku po shkojmë kështu? Shikoj një herë të lutem. E të mëshme me shikoj ku. Po besoj se edhe ne duhet ta fusim. Ne ja ku kthem. Duhet ta fusim edhe nga që kam përshtypjen. Ti bësh njerëz, shiko, njerëzit po kënaqen ai shumë sa dyshoj që duan të kënaqen më shumë dhe të bëhen pjesë e kësaj gjës. Se aty më duket sikur njerëzit po jo kjo që çfarë punë bën ti, ai e varilesh po. Si Leo, bro. Jo kështu. Le pse ke emrin ti?
Jo ky lloj crowd worku. Se më leve bën shumë mirë crowd worku. Ku di le të bëj crowd worku? Si kemi të qa bën palestër. A bën palestër. Bazika okay, po themi. Po që mirë. Jo, i ka funksionuar nga që ka dashur, s'ka patur material. Edhe është marrë me njerëzit aty. Po ka bërë mos ai ka patur gjën e vet aty, ka qenë te Comedy Third. E kam shumë të krijoj kontakt me njerëzit. Unë mendoja që kisha shumë qejf. Po dhe që s'ma kare fare. Dhe po knaqem duke bërë material. Po mirë, shiko, është puna se kanë të dyja atë se për shembull është shumë këta komedianët tash e shajnë shumë këta jashtë, këta në botë në Amerikë, e shajnë shumë crowd work, më thënë. Edhe unë e shaj, nuk më pëlqen. Po se edhe këta e kanë egzageruar shumë në fakt, se po bëhet vetëm crowd work tash. Ore crowd worku atë ka. Ajo ka të lezetin e vet. Po crowd worku është kur ti ngec të ca tipa. Që i kthehesh pas here. Në moment më atë. E më po vazhdon me jo po i kthehesh. Ore ngec më kuptoj çfarë. Po. Obes. Merresh çik më atë dhe ai nuk është aq pozitiv që më shaj mua. Se nuk është fan. Kur ta kthen me një gjë ti rri bën sikur e ke harruar, i kthehesh prap. Mua gjërat më të mira, më thënë crowd work më kanë ndodhur me njerëz që janë mërzitur në fillim. Po. Ka ndodhur që edhe kanë ikur. Ka ndodhur që janë ngritur në kënd. Çfarë the ti? E ke ka patur edhe kështu. Se ka pasur kështu tipa. Po, ka patur. Ka qenë një që ka prit mas shaqës se sa tregoj unë. Jo, s'ka aq bone. Jo, po kam patur kështu që çfarë the ti po ti çka ke, po nga këto budalla që ja këta janë ata që të fusin fikën. Ndodhur tash në Malçilla, është e ke pra, po domethënë që të shkosh te crowd work i mirë, duhet të shkoj afër aty po jo aty. Duhet të jetë në borderline. Unë jam kënaqur një me tavolinë, ata kishin një festë tyre, nuk e di, po ishin gjithë moshë e madhe dhe po merresha me ata duke u bërë do t'i shkëmbejmë gratë nga këto gjërat kështu, e ke pra, ishin okay, kush e ka ditëlindjen ti nga këto. Këto shkojnë mirë, po që duhet të ta kthejnë dhe ata, duhet të jetë njëri që është i mërzitur. Për shembull ishte njëri me golf dhe shumë serioz u mërzit ai dhe burri me golf. Unë domethënë deri në fund e kam vrarë vetëm burrin me golf. Qase diku karën, një ditë pas në reklam. Edhe ishte me golf në reklam. Me golf në reklam. Domethënë është njëri që duhet ta vesh poshtë të mundohet. Domethënë, shiko, duhet bëhet çike e keqe crowd worku që të bëhet i mirë. Se në momentin që është ai ç'a bën një tip që kam jam juridik. Që s'po më vjen emri gjykondit që bën kështu goxha crowd work, po ai është shumë i lexuar edhe shumë i lexuar nga ana e historisë. Si e ne, po. Dhe e përdor shumë ato njohuritë që ai përdor shumë në pa të bëjmë gjithë në stand-up. Njohuri kemi ne. Ua, ti ke njohuri për muzikën, për gjëra. Njohuri për muzikën ai. Nuk kam njohuri për porno. Ai si Chet Bakeri. Çfarë vledi ai është? Po çe do të mban, aman. Është tjetër nivel. Ai Dragoshi bën shumë crowd work. E po ai ka këtë tipike që është jo shqiptar. E na kanë lodhur me atë. Ai Dragoshi më. Vetëm crowd work bën. Dragoshi është shqiptar apo? Po ai bën këtë tipike kështu. Po ne pse u fik diçka ti, na u fikën. Po ne na fikën poshtë të zanë. Po kush është Dragoshi më ne? Ai më e ke pa stand-up comedy. Ja më ata ballkanë që bën këto. Kur crowd work për Ballkan, jo shqiptarë ti, kështu ma jipi fallash. Po vetëm atë bën ai. E pra. Ai nuk është as material, është thjesht përsëritje e ma me stereotipe. Mua më pëlqen Panajoti ku bën crowd work. Po za ka shumë effort. Edhe është i sinqert. Pse e bullizon idealin? Jo, mos e thon asgjë, po. S'kam asgjë me vërtet. Pana ne të duam shumë. Do që ne ta bullizojmë. Jo mordi. E thua kështu gjasme si me batu. Jo, nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Më është dukur kur nga këta njerëz. Jo, s'jam nga këta njerëz, po është ai player. Jo, është ashtu, je incentivues dhunave. Incentivues. Ore më erdhi një vizion i çfarë tani. Incentivues është fjalë që do të thënë që e ndes gjën apo e përdor gabimun. Shikoj, unë mund të them vetëm një gjë që ti je i çmendur. Nëse kam dëgjuar kurse. Ore, di çam kujtua mua tani një situatë të çmendur. Orgji. Paga shumë. S'las dot. Thjesht u dëgjova një gromësir andaj. Ore kam një pyetje për ju. Pse dëshmitarët e Jehovait kanë theksin më të çmendur në univers? Pse janë të huaj? Si janë të huaj? Këta që thua ti. Janë amerikan. Janë amerikan gjithë. Se kanë gjithë të theksin kështu. Me vërtetë e kishim thënë se çka. Se mendon, se zoti të do ty. Po janë këta të huaj to se po shqiptarët e kanë theks, nuk kanë. Po se s'kemi dëshmitarë të Jehovait vendas ne. Prodhim kontaro. Po ka mos është. Janë këto gratë. Po ka dhe burra plot. Ka burra më? Sot duash. Si burra shumë dëshmitarë të Jehovait shqiptar? Se zakonisht gram kanë dhënë. Gratë që na dini që bëjnë atë fiflakun, që hidhen. Ka mos unë kam afër atë
komuniteti. Jo, ata janë mormon ai që hidhet. Mormoni, pa. Mirë e këti. Mor. Sa vështirë ka një shkodran të pranoj mërmën. Po sa komedi e keqe. Imagjino pse Denis nuk duhet të më merrni mua asnjëherë për moderator të mbrëmjet e komedisë, megjithëse mund të vi po të më shkruani unë një gjë. Pse jo olla? Ne nuk tha masi do të marrim, masi nuk do të marrim. Sa u vet ftua. E nisi që nuk do vi asnjëherë edhe po më merrni pse s'më merrni mua. Jo, e nisa nuk do vi asnjëherë se e di shumë, o vlla, shiko, jam në një moshë unë e njoh veten time, unë nuk bëj dot komedi me 500 veta para. Unë bëj komedi me 3 kamera dhe ne do ti do bësh moderatori, nuk do bësh komedi, komedin do ta bëjmë ne. Por s'do e bësh, se të ftoj njëri. Është share pa nevojshme fare. Këtu duhet bip. Ta mbyllim të pim rehat? Po. Do ta mbyllim? Edhe do degradojmë. Jo, mbyllim se bën bësh shurra prapë. Na thua një. Mirë, ti mund të shkosh edhe vish prapë, s'është. Po sa vazhdoni zakonisht? Sa duash ti? Ka që mbaroj kjo. Kush po e mbushim prapë? Kemi ato te remarkut. Mbushe. Natali të lutem edhe një herë. Jo, do vazhdojmë pak më. Po pauza 2 të shurrës. Na bëj një tek remarkut të lutem. Hajde. Unë kënaqem me këta njerëz që më shkruajnë bosi mirëmbrëma. Shkruaj kështu bosi mirëmbrëma? Bosi jo, po më shkruajnë bosi jo. Bisha bosi. Mua më bezdisin shumë këta ose këto që më shkruajnë edhe nuk japin informacionin. O bisha. Shkruajnë ndonjë gjë kështu edhe pastaj nuk e thon çfarë do thon. Ju lutem do të presin që ti përgjigje mirë që pastaj të dalin më të. Kam. Po shkruajnë për pronat, për shëndetje. Çfarë do? Shëndetje. Çfarë pyetje ke? O Xhen, tani që kemi pak reklamat, lutem bëj një thirrje të na bëjnë subscribe. Bëj pak punën tonë që paguhesh. E para punës subscribe në YouTube edhe ju luta për komente të bukura dhe më grop kësaj radhe. Si më grop, mos i isha njerëzit. Shiko, një sekond, duhet të shpjegoj mirë kush është komenti i bukur. Për qeshur pra tash çfarë komenti i bukur? Kjo prash. Fani. Po mirë një gjë, s'kisha asnjë koment të bukur në këtë. Batania është Ania Batmanit, ishte e bukur ajo qesha. Na gitin amiku jon që e pusin të dyja faqe dhe në ball. Pse jo? E pusin në dy faqe. Doratën aty dhe ai dhe mami vetë që na ka sell ato disa keq tingëlloj. Na ka sell dy ato gjërat lulet kaktuset po. Na si në një dhuratë kështu, miq tanë. Fokusohen lekë dhe në një dhuratë. Jo, një sekond, miq do fokusohen te subscribe-i. E dyta miq do fokusohen tek komentet. Po ose tema gjëra ku diun. Ose tema, po, mund sugjeroni edhe tema, jo vetëm te ato pollet që bën, çfarë janë ato. Sa e kanë mbushur. Anonimet që bën në Instagram. Po ti bes do pish më. Edhe një besit lutem atë. Vazhdo ti mos. Vazhdo me porosinë. Mbaro me porosinë edhe. Edhe bëni donacione, na bëni ca donacione se erdhi dimri. 50 euro e lart. Na erdhi dimri, po na rrjedhi në undët, na nxuri barku. Po keq është keq. Mos e çojmë ne. Se kështu jemi po Denisi ngeli në banjo. Denisi na nxuri barku prandaj iku. Kështu që ja pra presim Denisin të kthehet. Kështu ti. Ja pra u kthye edhe Denisi. Bëm pak reklam. Po kërkonim lekë tash. Edhe unë manda çoni lekë. Tani Denisi u riktheve. Unë do flas tani për një temë të çmendur. Sa mbyllet ë? Jo, mos e mbyll. Po pse do ta mbyllni ti? Po është e keq? Po shkon te keq? Ore, po shkon shumë mirë, unë thash mos u lodhe ti valla. Ne kishim marrin tënd. Do flasim për një temë të çmendur, 10 pa 10. Do flasim për një temë të çmendur. 10 pa 10 çfarë? Ulaga. Edhe ishte mbushur shumë në fare. Pse ta thaj? Çe justifikon, bëri një pa aftësi. E po se ishte mbushur shumë Denis, nuk ke faj ti. Ai kupton sa qia robja mund ta ke kur e derdhun se çfajim. Nësi çakmak që di kanë aty. Është me alkool. Kemi në fieri ta këndoj me remarkë. Faleminderit që ishte kënaqësi. Valla jemi lart do. Ishte në fakt kënaqësia juaj ishte në fakt. Të prezoj. Hajde lëshojmë veten tash. Ishte kënaqësi. Jemi lart. Po ne apo pinë gjë të gëzuar edhe ne, një E ne gëzuar ne. E ne am duket si shoku im, nuk do ta them emrin. Sa i flet shumë ngadalë dhe thotë gjëra të zgjuara. Me informacion. Shiko, Mario nuk është. Kush është? Mario nuk është. Mario ka treguar atë anekdotën, ishte diç parë. Fjala anekdot më pëlqen shumë. Po. Nuk e di pse më argëton shumë. Anekdot? Fjala anekdot.
është Doda. Jo, është këja me Doda. Jo, është këja me dën, KD, që më pëlqen shumë. Shkon është. Laga ju. Më mirë ti sikur çfarë bë. Ore, do flas pak për volebollin shqiptar, që është në pikën më të ulët. Po pra se më kishte çuar këtë temë, mo ishte ajo. Po bëjnë kota spontane. Ka ndodhur diçka e tmerrshme, miqtë mi. Monika Levinski e me ndonjëllën aty. Ka kartopiceta. Denisi thotë kartopicet fazoletë. Po jo fazoletë është ajo e vogla. Kartopicet. Jo. Ti do të shtrohesh? Ora ajo që është në kuzhinë që i bën kështu. Ora, ka qenë një moment që nuk e dia ishte fazolet apo farzolet. Jo, shiko, kartopicet bën më sens. Po. Jo, ka dhe fazolet. Se fazolet Farzoleti është në italisht, more. Jo, pse do ta lidhësh me homoseksualitetin, po kota. Ti je italist apo blaq. Ore, lidhja me homoseksualitet ka asë me gjithë qyre brendala. Kjo është kartopicet apo fazolet? Sponsora i është fazolet. Vini dorën zemër. Sa jemi turpëruar me Denisin sot se mi që ngrim këtë se fto. Po çfarë është kjo e verdha? Çfarë po bëhet shumë? Ky podcast u ekspozua sot në mënyrë më flak. Mi që është ftohtë, nuk është se po rri për kështu arsye mode këtu, ë. Edhe letra higjienike më cheap në univers për miqtë mi. Po, s'keni marrë nga ajo bora. Po ajo bora, zjar fare valla. Si çeshin ata ndaj. O çukënaqëm. Po çish më do ta kishim mbyllur më shumë përpara. Mu lag lënza. Flasim çik për volebollin shqiptar miqtë mi, që arriti në pikën më të ulët. Unë e di për këtë. Jo se është ka qenë lart voleboll. Unë kisha përgatitur temë për vete këtë, pra dëgjon ti me çdo bëj, po me çdo vonohet, po e ndaj me ju. Edhe unë kisha për ato, vazhdi. Një volebollist e mirënjohur ekipit të mirënjohur të Dinamos, Aminësisë së Brendshme, është shpallur që u pezullua nga loja. Pezullua nga loja sepse dyshohet se ka marrë substanca. Jo, dyshohet se është burrë, çfarë substanca? Dyshohet se është burrë plak. Domethënë çfarë dyshohet? Ja mos ajo që ndodhi atëherë me atë boksierin. Me atë, ajo boksieri mega burra, ishte kaq dordollon. Po, e pra dhe këtë për kështu e akuzuan, domethënë që ti nuk mund të luash me këto. Mua më duk pidha. Se godet volebollistët në Dinamo si doli? Atë po. Si? Pse godet? E mirë ishte. Ose i mirë. Si, nuk ishte keq. Jo. Besi, e kam seriozisht. Mo seriozisht e kam thënë. Po. Se ama në ca për mua problemi ishte që e pezulluan direkt. Po pezulluan pa pritur. Jo, presë. Po jo, ç'është pezullim? Ke dyshim, ke kështu merre minjan, thua ore shiko. Libanona. Moj. Shiko, po ata nuk mund të shikonin këtë? E kishte. Jo, po shiko, ka një gjë. Në ta foto e kishte. A është burr? O misemi, jo, dale një sekond, se jeni. Shiko, sidoq të jetë, nuk pezullohet direkt edhe tash i bëhet publike gjë. Kushton shumë ta hiqësh këtë. Ore, se di, nuk e di. Unë e di që kushton shumë, se i gdhëndin ore i bëjnë kështu. 2000 euro kot. Jo, po shiko, 2000 euro. Duhet të kuptojmë diçka. Problemi nuk është vetëm te molla e Adamit, se ajo mund të jetë dhe femër. Mirë. Mund mos ketë. Mund të ketë bërë shumë. Femër është. Zangall me bërë shumë. Femër. Ka një gjë, mund të ketë bravo terapi. Mund të ketë përdorur dhe steroide të bëjnë ashtu. Steroide të substanca ndaluara që i kanë dhënë një përparësi në lojën e voleybollit, se to substancat ndaluara nuk të japin vetëm performancë fizike. Dakor. Të japin edhe performancë. Po tash atë e pezulluan direkt. Problemi është që e pezulluan e bën publike gjën, po tash dalë ose mund të mos jetë. Po si doli në intervistë. Dalë se ka burr. Vërzitet i shoqi. Është shumë gjuna në intervista. Gjuna, ja tha se ka gjuna tash ka qenë ofenduar. Po, bare këtë? Jo me cigare. Për mua ofendimi më i madh që është bërë atij njeriu është që ka lindur në Brazil dhe vjen luan me Dinamo në Shqipëri. Brazili është kampion bote voleyboll, është shumë lart voleyboll Brazili. Lojra olimpike, si ke pa në beach volley çfarë bëjnë ata? Në lart fare më. Ishte shumë remark. Se këta Denisi sa i siguar ga. Po pse më iso, shikoj një gromësim nuk ta ul sofisticitet. As pak. Në fakt mund të bëj edhe një fund, por jo. Jo, mos e bëj Denis. Jo. Në fakt voleybolli dhe basketbolli janë shumë poshtë në Shqipëri. Apo më duhet mua. Se cili sport është lart në Shqipëri? Futbolli është lart, futbolli është lart. Jo, po futbolli është lart. Futbolli i jepet shumë vëmendje dhe shumë lek. Kam një pyetje për Denisin Bes. Cili është sporti që e preferon ta shikosh një moment që s'ke asgjë të bësh? MMA më plak.
Të pëlqen MMA? Po ku je fans të MMA? Kush të pëlqen? Po UFC këto. Po jo, kush të pëlqen në një fighter ka thënë? Si Atani Pereira. Pa jo se jam aqiri unë. Johnny Bones. John Jones vëlla. Po, i frikshëm është vëlla. E di çka kam parë unë te John Jones, do flasim çik për një sport që kam shoqë. Edhe unë kam shoqë. Jam fasën, unë jam nerd goxhaj atë. Je gabuar. Po Atani është shumë i mirë është. I mirë është po Atani. Kemi realist. Ka një gjë John Jonesi që e ka një gjë që e kanë vënë që nuk e kanë pak njerëz. Ka një inteligjencë luftarake që nuk e kanë parë tek asnjë. Unë kam parë shumë ndeshje. Ai ka një vetëm te Mike Tyson e kam parë. Shikoj, Mike Tyson ishte killer, plak, të çonte në botën tjetër, domethënë ku futej në atë zonë. Ishte inteligjent. Jo, ishte inteligjent, strategjia jo gjithë. Shumë njerëz e bën për bullallë. Edhe Johnny atë ka pra. Fight IQ është shumë e lartë. Bes, është një luftëtar, se më gjetet miq tani që mendoj, është o vllash makineri vrasëse totale vlla. E po për çfarë? Po dalet jo. Po është inteligjent. E kuptoj çfarë. Nuk është forca mbi mendjen, është mendja mbi forcën, sepse nuk është njeriu më i fortë në botë, nuk është njeriu më i madh në univers. Është më i zgjuar jam. Të ndërton atë, e ndërton ndeshjen që ti të mendosh se ky do të japi atë grushin, do të japi atë shelmin sipër në kokë, por në fakt të vetë të hedh në tokë me mundje. Po të dominon shumë edhe më ndërish në përgjithësi. Është shumë. Shikoj, MMA është psikopata edhe në kështu përgjithësi. E mbam atë herë me Disin, me Daniel Cormier, që i thotë po ja po do të pshtyan surratun. E që thjesht shikon kamerën thotë unë thjesht do të vrisja. Edhe ai ishte më të marrë jetën. Jo, edhe gjithë kështu, edhe ai kështu, jo, literally. Po, do të vjen të vrisja. Skeçi është më serioze e gjitha situata. Skeçi ka një pillë, ke parë atë që janë dy luftëtarë që i thotë ai, unë do të vras në kështu edhe i thotë mua më ka dërguar Zoti që të marr jetën. Ja, ata në Dagestanit. Po, ata. Ata. Shiko, ata janë të frikshëm plak sepse ata dhe steroidin e kanë shumë që është steroidet feja duhet përjashtuar. Pse do marrin steroide thua? Jo, feja është steroide. Po jo, ky si kishte ky Nurmagomedov, po. Kabibi, Nurmagomedov. Conorit që i thoshte unë do të çoj në thellësitë e oqeanit që të zbulosh veten. Po shiko, Conori, shiko tani, ka një gjë. Nuk ngacmon njeriu nga feja. Ç'është e vërtetë valla? Jo nga feja mos ka ide. Conori e teproi. E teproi. Mirë, Conori është se shiko, një njeri e ka shumë të shenjtë atë. Është Conori tani. Jo, është Conori bën show. Shqiptarët do ta kishin tash nëse do ndeshësh me atë njeriu. Botas do ta kishte parkur UFC. Po mos ishte për Conori. Shiko, nëse do domethënë vetëm në një fans ku diun ne që kishim parë në një kështu ata dikur e ke parasysh. Tash kur arrin në atë pikën që do rrihesh me grushta me atë tjetrin edhe ja sa gjëra që nuk më i prek dot. Po ti mund të vdesësh aty, çfarë? Shiko, ai tani Kabibi e ka shumë të rëndësishme, tani ka shprehur tani. Po pse jeta nuk është e rëndësishme që mund të vdesësh aty? Jo, aty. nuk vdes aty, vdesim më shumë në boks se sa në MMA, çfarë fleti? Po mirë, po vdesim më shumë në futboll amerikan. Vdesim më shumë futboll amerikan bes. Ore, ka një mundësi që mund të vdesësh ose vdesin më shumë njerëz nga lopa se nga peshkaqeni. Tash vdesim më shumë njerëz në Shqipëri se sa MMA, tallesh ti. Po mirë, shiti ka. Po mirë, ka shumë lidhje, çfarë flet? Nuk është sporta, ka shumë gjak, kjo është e vërtetë. Po pra, po ka gjak sepse ama kur futesh rrihesh me grushta dhe mund të humbësh jetën, s'mund të thosh, s'mund të i mat për shembull e urrensi sport, se unë e shikoja. Është boksi. Edhe ndoshta baçash ky sherr, plaku im ka qenë kështu mundës kur ka qenë i ri Greko Roman. Çfarë flet? Nga mezi e lartë. Si është tani forma fizike, është bish? Mundja ka shumë disiplinë. Bish është më mund prap. Patjetër. Shikoj, nuk mendoj se do shumë. Do shumë përpjekje të tema. Të mundit ti. Mundja ka goxha disiplinë. Unë mundin e kam përçmuar goxha. Mundja sporti më është. Mundja të përçmonte. Unë jam i bindur që Enea po mos ishte piktor i çmendur. Edhe historian edhe gjithë gjërat e larta shumë intelektuale që është, ishte mundës. Enea po do ishte mundës, e ka qef, ti e ke qef. Jam shumë të këto me goditje, po te mundja. Po s'është mundja fare. Ke përshtypjen e gabuar. Intelektual me goditje. Kur dikush më kap, ai bëshduk popull. Me mundje jam shumë i aftë hiki. Nuk ik jo, nëse ai është i mundës për vërtetë. Nuk, shko më besoj që nuk mund të ikësh. Jo me hike, unë rrshkas. Jo, në një që ka 6 muaj të dysull, jo, pa taks. Ose sidomos në mundës klasik nuk mund të ikësh. Jo, mund të dominon seksualisht edhe fizikisht. Nuk mund të ikësh. Nuk mund të ikësh. Plagu im thoshte kështu bënin këtu nga këto stërvite që vini kështu nga këto thasët 50 kg dhe ngjiteshin në radh. E ke parasysh këto gjëra. Po, kanë banin zisi në kurrizë dhe ngjiteshin në dajt. Është e vërtetë, është stërvite shumë e vështirë aty, prandaj ata se shiko ka një gjë në këto sportet kaq
sepse të bësh mundje është shumë e vështirë për mushkrin, për frymarrjen. Domethënë që ti të mbahesh poshtë, të përpëlidhesh, të lëvizësh, kurse boksi ka atë momente që ti qetësohesh, largohesh, lëshon atë xhemin. Po mund të do qëndrosh më ri kështu. Kurse mundja plak është gjithkohës. Gjeni për shembull çuditërisht është e mirë në mundje. Ashtu? Po, është e mirë në mundje. Ka atë inatin. Shiko se kemi bërë një herë, u mundua një herë. Mos më thosh që e ke mundur. Jo, kish i hipa mbi kokë. Po vëlla më hipi, kështu si mace e keqe vëlla, kështu më gërvishi kokën. Është shtetë sport apo? Dhe unë organizoj një sport kështu, mundje lakurisht e banjat e tegut. Ta hanë një presë që specifikisht të banjat e tegut. Po shiko, unë kam shumë gjallë, po nuk më duke shumë i fort fizikisht në mundje. Jo, në mundje, sa në mundje. Nuk jam keq, isha në palestër edhe po ngrija mirë, po ngrija fort. Po çfarë bën në palestër? Pesha apo bën një pesha, hekra. Pse i bën hekra ti? Deri nga qershori isha mirë, mora mirë një moment. Edhe nuk e prisja edhe unë, se mendoja jam kështu i holl, jam kështu. Po ja që jo, nuk e kam tek hollësia, e kam tek manerizmi që ke, nuk më duket shumë personi. Po jam delikat pra që të surprizohesh nga dhuna. A be shtroj pisin këtu tani, Gjeni dhe Denisi kanë mundje showdown. Unë jiu-jitsu, vërtet. Është shumë e keqe e gjitha kjo. Po çfarë të pëlqen te jiu-jitsu? Edhe jiu-jitsu pëlqen shumë. Jiu-jitsu. Po janë gjitha shumë larg për toj. Folja me Francesco do të bëja, nuk e di. Francesco është kampion jiu-jitsu. Francesco Ore, e pash një ditë në një Francesco u bë një kampionat çfarë quhet? U bë një u zhvillua një gjë me jiu-jitsu edhe fitoi goxhante që plak. Po, është i mirë, po ka vite që bën Francesco. Po unë kam rarë në boks. Për Mr. X-in po flasim. Po Mr. X. Edhe unë kam rarë Francesco. Jo në boks. Isha rafa. Ore kush e ka fare, si ta ka ardhur më? Po si kemi thënë. Po bën raunde me gruan. Gratë nuk me grave nuk shpëton. O Denis, po kush ka qenë ndeshja që ke pa një ndeshje MMA ose në UFC që të ka patak ekzistencën olla. Se mua më kujtohet një për shkakun tani direkte, po duhet të pyes ty. O plako që ka qenë ai McDonald's si e ka Rory me atë që me McDonald's me këtë dreqin me Robbie Lawler, më duket. Robbie Lawler, ajo është mega ndeshje vëlla. Ajo është e gjitha gjak. Miqtë e mi, do e vë te komentet të ndeshje, siç u vura videoklipet javën e kaluar, u vura Bleona Qereti. Do edhe videoklipi im. Do edhe videoklip me Bleona Qereti. Si jeti me Bleona. A nuk e dëgjuar këngën time me Bleona Qereti? Jo, cila është kënga? Kërkojeni Denis ta vëlla Bleona Qereti. Fajde Gjiu. Po tall penisin besoj. Ai më thotë që jam i këngë me Bleona Qereti. Ja, do thyej internetin, do plas të keq fare. Po jo vije është në shumë. Po ti bes pse ke një hate me MMA? Se e di çfarë më kujtohet, kam një kujtim shumë të bukur me Besin. Kemi ik një çik story time miqtë mi. Kemi ik një ke qenë vetë Zinc. Kemi ik një te Xhiri Lalzit në një vil, shoqëri e madhe, në Xhiri Lalzit. Dhe ka qenë një natë që pim, hëngrëm, gatuam. Dhe unë do shikoja, mbaj mend që do zgjohesh në ora 4 për të parë Conor McGregor me Dustin Poirier. Po. Tek pool si legend. Dhe erdhi Besi më zgjoi. Si vendeshë, ata kanë 3. Ka qenë e treta që theu këmbën këtu më duket. Edhe më zgjon Besi. Gruaja jote është në ato DM të mi çfarë. Andi zgjoj thasë do shojmë ndeshjen. Besi, që se ka qenë me me. Unë griva kot po. Po Besi ndonjëherë kur merr shu LSD, shumë i çuditshëm. E marr LSD? Jo, kler. Po jo. Shko mua më pëlqej të përhap informacion të rrem, është si puna e asaj të. Vetë do shkon në syri pikë tani. Është fake news. Është fake news. Po më prek atë ditë miku im. Që të zgjova. Jo, më prek që më zgjove dhe pastaj që më prek. E pash pasionin tënd që duhet ta shikoj. Po unë e përçmoj këto me e përçmoj është fjalë e madhe, po nuk më ngjis. Ai gëzuar. Një vit i mbar. Ore, ky remarku na bëri që e derme. Ore, po ai s'ka shitur kota as libra. Po, që është nga ato pjeci të pije të bëm ta mpin trurin kështu të bëm budalla. E fortë është olla, si e pini atë? Ju po mirë, sikur ngelim duke pirë 2 proceed to drink. Bisemi te top channel, ata si kanë. 2 gota janë ose se po e mbajmë but, po e mbajmë. Do ikim zvarën. Mos mendoj njerëz që këta komedianët pinë kështu. Jo, më vetëm ti ke pikë, Leo s'ka pi fare, vetëm unë ka pi. Kush është ky? Ernesti ka. Sa më pëlqen ta bëj këtë me çuna atë. Po pëlqen edhe mua që keni të rosin me njëri tjetrin. Unë jam kënaqur pafund në fakt kur
u bëm kështu gang me këta, se më kishte munguar kjo, se mua më pëlqen kjo gjëja. Ore, më thuaj çfarë të duash, mjafton ti të e bukur. Po, të ketë ta bën, të ketë. E ke pra s'ka, më pastaj dalloj se kemi me nata po me. Dhe të jetë edhe i shik over, vetëm ti të e bukur. Po është e shpifur do të urrej pastaj. Tani që keni ngel 5 Power Rangers. Jo. Do merrni dikë tjetër, e mendoni që një moment të ketë dikë të jashtëm. Shikoni, nëse Ernest ka ikur Ernesti në nuk e njeh zemër. Ernest të përshëndesim mikun, ka ikur në Kanada. Ernest përshëndetje të Kanada. Ti aty ku e meriton se i pa talentuar. Të pushim në larg nga Shqipëria jonë e bukur. Ema vërtet. Ai se Kanada në ftohtë, në Ontario në ftohtë. Çuni më mirë që kishin në fakt. Çuni më mirë panajat. Ja, panajat. Ja, ishte shumë mirë se. I mirë është Ernesti. Numëronte edhe lekët. Po, është ishte ekonomist i zoti. Ernesti është në ata djem që duket ndryshe nga komedian. Ernesti është siç është. Ore ishte babai i grupit, e sa serioz ishte, para se do të ishte ky, se ishte një moshë më të madhe, ishte shumë serioz plak. Prandaj më do të komedish. Po si të pëlqen kjo pesë që keni ngel tani, është shumë përmtojnë. Për mua 3 orë. Se për këtë në lek kjo, sa më shumë ikin aq. Respekt. Se qëndron, besë qëndron. Normal. E para, po. Po kush do kputet dhe? E dyta nuk mund të shtojmë ajo. Ja, nuk do heqim. Tani e din vetë ata dy. Jo një lotari, jo një gjë. Një kontratë pune. Një punë shtet. Jo një. Po mirë, nuk besoj se doni të hiqni Panajoti, se po ndej një. Jo, më vërtet jo. Jo, Leon. Për mua jo. Asnjëri më jemi shumë okay. Marion. Shiko. Besim më plak. Po bes ça. Jo, më nuk jemi tani jemi fix 6, tani jemi fix 5, po nuk duam të shtojmë jo për të hequr. Po nuk do të shoni një gocë për të shakave. Na i kanë thënë disa goca po. Pse? Apo sexy shit nga këto gjërat. Po nuk na për çfarë? Për ta përdorur si që ja kemi një gocë. Jo më të jetë aftë po. Po nuk dua, më nuk besoj të jetë shumë e lehtë edhe për dikë ty tani tek. Po e vështirë është në fakt se keni. Po, si se kuptoj, tallesh që kam qenë. Keni vënë shumë standarde na. Po jo më përveç standardeve që është e panevojshme të marrim njëri tjetër tash për çfarë. Un tani edhe ne nuk kemi aq të hapur tani edhe në një stad që okay, le të jemi kaq të qetë sa të shikojmë dikë të talentuar. Ne edhe kur bëjmë open mic e bëjmë kot. Po. Se të gjithë thonë, duhet dal për vete ti qip motrë babara këtyre. Ne si dëgjojmë çfarë thon, ndonjë nga ata mund të jetë shumë i mirë me vërtet. Unë këtë po i thoya Leo sa di. Ne si dëgjoj. Nuk i dëgjojmë, por ne kemi për vete. Ku di unë të pyes ty disa mban mend setin tim të fundit për shembull. Se ke hallin të seti jot. Se ai që ka thënë ato shakan me çfarë një patok. E ka qenë shumë e bukur tash. Shikoj mua më ngeli. E vram atë. Pse e vrat vërtet? Ai ishte dhoma ime. Koka aty. Do ishte Denisi një vrasë seriali kalkuluar, do ishte. Po se jam thoshta. Po do ti i thej deri para gjysmore i thej je detektiv tash e bëre vrasë seriali. Pastaj për nostar. Po bravo. Që i vret pastaj qi. Po këtu do ishte plot twist pra, do ishte Po. El Matador, po do ishte edhe po plagë trashëm do ishte. Do ta kishim mbyllur shumë minuta më parë. Shiko, ju mund ta prisni apo? Jo, s'do presim asnjë, nuk presim gjë. E mbyllim deri. Po Karin e keni prej, jeni synet? Ai jeni synet? Një synet? Jo. Asu. 3 burra jo synet mbyllej. Ne asti apo jo? Gjërena? Ne blaq me ne do të bëjmë diçka për atë mikrofon. Nuk më pëlqen më mikrofoni. Është investim kot o burr. I kemi bërë me lekë njerëz o burr. Po se është pak si siklesh më. Po ai është rehat. Me siklesh se ky mikrofoni Gold i Elvis Presley. Unë se mas. E di se të shkon ai plak. Më shkon se jam flamboyant. Flamboyant. Kjo është. Dhe kjo ishte edhe ky podcast ishte mi. O Denis, dua të bësh një mesazh për gjithë njerëzit që duan të bëjnë komedian, jo për gjithë shqiptarët, se nuk i plas njeriu të trapë për gjithë shqiptarët. Po kush e ka për një njeri që është para pasyrës shqipe kemi. Kush e ka thënë atë Woody Allen, nuk e di që bin fani nuk është kështu zgjedhja e parë askujt. Kështu që nëse nuk është zgjedhja si është zgjedhja e parë? Po s'është e pa ndodh diçka me ty dhe pastaj bësh. Vërtet. Po ti ke dashur të bësh diçka tjetër, edhe po ja gjiti pse. Ndodh. Po kur isha 5 vjeç. E pra bën. Po tash 5 vjeç nuk do të bësh komedian. Po ja gjit 5 vjeç. Po më pëlqen. Ose kështu shofer kamioni. Bën shofer kamioni. Ja ku jemi shofer kamioni, kështu. O tallesh akoma është? Po. Më pëlqen shumë. Pastaj nëse. Shofer kamioni është super. Altin. Të përshëndes. O Gjen, mbyllë këtë podcast siç ta kanë. Mos u bëni komedian.
Ja, pra, mund duhet ishte mbyllur aty te ajo pau. Mos harroni të bëni subscribe, prit një sekond. Bravo. Hajde. Sa i mirë. Jeni kamerën e. Mos harroni të bëni subscribe. Një kurvë vëmendje. Mos harroni të bëni subscribe në YouTube. Komente më të që e tham, thani. Duam komente më të mira. Tema ose diçka ose thjesht komentoni, nuk ka rëndësi. Bëni diçka miqë. Follow në Instagram, share me miqtë tuaj që nuk na ndjekin dhe me ata që na ndjekin, edhe Mani. Edhe shëndetet. Faleminderit. Denis ishte një kënaqësi e vërtet, super podcast. Jam kënaq vërtet. Shpresoj. Më le të put pak të faqet. Miku im. Mbyllë para. Unë mbyllë si sopranët. Ciao miq, ciao.